Përshëndetje, miq të Tru Podcast, pacientët tanë të pavionit ton, pavionit X. Faleminderit që e keni pranuar që kemi një problem, se ndoshta do vazhdojmë ta kërkojmë atë zgjidhjen. Unë që po ju flas jam një pacient për vete, në kërkim të vërtetës time dhe në kërkim të shërimit tim, por që me sa duket është shumë larg, sepse ne nuk punojmë për atë shërimin. Merremi me jetën e tjerëve, merremi me çka ka bërë ai që sa kam bërë unë. Dhe zihemi shumë për politikën, sidomos jemi futur te kjo pjesa e 40 ditësh të fundit, sprintit final, që çfarë nuk do të dëgjojmë tash. Kemi parë lloj politikanësh që bëjnë sigur janë shumë të prekur për mjerimin e popullit. Thua se kanë ardhur të tjerë për 4 vjet që e kanë drejtuar këtë milet. Nuk është se kanë qenë këta thjesht janë teleportuar diku edhe gjenden midis këtij realiteti kaq të errët edhe të zi dhe po përpiqen ta zbardhin me shkumën e tyre. Shpresojmë që mos jetë shkumë roja. Shpresojmë. Përpos gjithsa indros, unë kam një djalë këtu. Është pak kontroversë natyrë. Ka bërë ca kalime të radikale në jetën e vet. Por që e kemi lënë shumë kohë para dhe tani na u dha mundësia për të komunikuar drejt për drejtë me njëri tjetrin. Ky djalë më ka bote këtë librin, faktikisht unë dhuratat nuk është se i bëj publike, po kur bëhet dhurat libër, nuk ka dhurat më të bukur se sa libri në thelb, sepse ky ka për qenë gjithmonë sa të kem unë jetën, ndoshta edhe pas me po doli në një pasardhë se i ka qef librat, që ta trashëgoj. Kështu që Dario Haruni, shumë faleminderit vëlla. Shumë faleminderit ty Shpend. Është era 2 që takohemi, më thënë, jemi takuar edhe një herë ke lidhja ke një simpozium për lidhjen e Prizrenit, mos gaboj. Po. Pa ty thjesht të dhash dorën. Aty s'pës më mban. S'kam pas as musteqe as gjë. S'kam pas musteqe. Intro jam pëlqeu shumë. Unë kam një respekt për ty si personazh, si njëri truplot që ta kam shkruar tek tek kushtimi aty në libër. Ke shkruar me laps. Me laps mos prishësh librin. Jo, po s'kisha seri laps me vetë, kisha një seri laps shumë ato të kshin. Po bëjmë pastaj. Mirë se të gjej. Faleminderit që më erdha. Unë nuk e mbaj mend faktikisht, më është bë kështu plako kur hyn në për këto që mbaj fjalime. Nga që vinë njerëzit edhe unë e mirë kuptoj shumë mirë valla që ka dashamirësi. Po që ti mbash mend gjithë, unë kam shumë problem me emrat. Unë me emrat duhet i them 3 herë, domethënë. Është e frikshme. Domethënë edhe kur prezantoj në një shokun tim në një tjetër që kam shumë kohë pa e takuar, i them ky është një vllai jon, për mos dalë kështu që nuk e mban mend as emrin. Po edhe kur shikon një njeri kështu që të takon me aq shumë dashamirësi që të njeh tamam, dhe ti si a di emrin, i thua vlla o zemra o shpirti ku jam jetë. O jetë emër. Vetëm emrin jo. O Dario, shikoj vlla. Unë dy të kam parë të Buçi podcast vlla. Domethënë njoja me personazhin që ti personifikon. Edhe më ka pëlqyer shumë thellësia e mendimit edhe jo vetëm thellësia e mendimit, por ka bërë edhe disa tema të cilat nuk janë të lehta për tu elaboruar, sepse është ajo frika që njerëzit do të gjykojnë. Unë se kam miq atë. Edhe asu nuk e kam, prandaj jemi këtu bashkë duke biseduar. Kur takum pak më para që ishim kafe, më thej që ti ke qenë ateist për sa vjet? 7 vjet? 7 vjet. Po antiteist, i rrept. Po thon kur thua ateist vlla. Po. Se sta bona pyetën që parë se doja ta bëja këtu. Po. Ç'a nuk kupton me ateizëm? Në ateizmin që kisha unë nuk ishte thjesht ateizëm që mund të ketë shumë njerëz në popull, e kisha të mirëfill që e mohoja ekzistencën e Zotit, për mua nuk kishte asnjë provë për ekzistencën e Zotit. Dhe ishte antiteizëm sepse kisha qenë përpara musliman në medrese. Dhe unë isha edukuar i vogël atje, pavarësisht se nuk i kam praktikant, po themi prindrit, po ata kishin një sistem arsimor shumë të mirë se sa shkollat publike të asaj kohe. Edhe kisha një mlef emocional në radh parë kundrejt islamit dhe fesë në përgjithësi. Dhe e dyta ka qenë koha e këtyre new atheists, si puna Richard Dawkins, këto që dalin në YouTube etj. Që ta japin dhe atë arsyetimin racional që nuk ekziston Zoti, shkenca është e vetmja mënyrë se si mund t'i afrohemi të vërtetës. Këtu e kam këtë lloj ateizmi kisha, domethënë, ateizëm të prerë, jo ateizëm. Për shembull,
unë sa herë që unë nuk kam dyshuar njëherë ekzistencën e Zotit, ç'është e vërteta. E di pse nuk e kam dyshuar njëherë ekzistencën e Zotit, sepse nuk ka shkencë që mua më bind 100% vëlla. Aq më tepër nga vdekatarët, aq më tepër nga manipulatorët që janë njerëzit, aq më tepër ata që e shkruajnë dhe e fshehin dhe e grisin historinë si do qefi tyra. Po. Tani unë nuk kam një pruvet vëlla, dhe sigurt më japësh e pruvetat për të shpjeguar ty që aliazhi i këtyre gjërave, i këtyre metaleve jep këtë lloj metali, apo në kimi organike hidrogjeni po ta bashkosh me natriumin bashkë me këtë tjetrën në plusvalencë, në mbivalencë, japin këtë. Thjesht i besojmë disa marrëveshjeve që bëjnë katedrat shkencore dhe neve ecim të si milingona që na shton 1 + 1 bëjnë 2. Po. Çfarë është shkenca në vetvete? Është besimi se e ardhmja do sillet njësoj si e kaluara. Pra ne kemi vëzhguar që kur hedhim lapsin tok, kur hedhim lapsin, ne bien tok gjithmonë. Ajo është fizika, më thënë. Po ti thjesht po beson që e ardhmja do sillet njësoj si e kaluara. Pra është në vetvete një gjë që ka ndodhur për shkak të kohës. Po. Kjo është në filozofinë e shkencës, kështu shpjegohet. Unë mendoj se shkenca është një konglomerat marrëveshjesh të bëra mbar botës. Do të thonë që ne nuk e vërtetojmë dot të ekuacionin. Po. Por është mënyra më afërt. Është mënyra më afërt që ta quajmë kështu dhe çfarë mund të prezësh ti nga derivimi diçka që nuk është 100% e saktë vëlla. Domethënë një gjë është e sigurt që s'ka për të qenë kurrë saktë. Sa më shumë ti largohesh asaj gjës nga derivimi, aq më shumë i largohesh të vërtetës. Po. Por çfarë Zoti për shkakun? Megjithëse të futemi direkt te koncepti. Po. Është ai zëri brendshëm për mua valla. Është ajo. Edhe biles un jam në qoftë se kam qenë vetëm ndonjëherë ateist, prandaj pyeta për ateizmin. Un jam anti-religjon valla. Unë nuk besoj asnjë lloj religione. Në rastin më të mirë jam omnist. Mendoj se Krishterimi ka 2 gjëra të vërteta, Islami ka 2 gjëra të vërteta, Bektashizmi ka 2 gjëra të vërteta, Zionizmi ka 2 gjëra të vërteta, Judaizmi ka 2 gjëra të vërteta, Budizmi, Konfucionizmi, Taoizmi, të gjitha me radhë çfarë. Këto e besoj edhe unë, i quhet filozofia perenniale, që do nga lulja perennus, pra e përvitshme e përmotshme. Janë plotse të njëra tjetrës. Po. Por që të mos ekzistojë, më thënë, dhe mendoj që ta vazhdoj linjën logjike, mendoj që një kler i të gjitha kaheve, po e personifikojmë klerin, tash mos fillojnë këta, jo po çka kemi hoxha, çka kemi pritrind. Kleri religionar vëlla. Neve na ka çuar Zotin ta kërkojmë aty ku nuk gjendet, mendoj unë. Bëhet ndërtohet një kish apo xhami, shkohet te shtëpia e Zotit. Ku ishte Zoti para se të ndërtohej kjo? Lind pyetja e parë që është pyetje. Nuk ka pyetje idiote, ka idiot që pyet se po naive me thellësinë e vet. Edhe cinike në thelb. Dhe nuk na kanë çuar neve, duke u bazuar në një aforizëm që e vërteta gjendet aty ku ty nuk vetë mendja se është. Që është shumë e thjeshtë. Kemi ngatruar domosdoshmë ne kërkojmë lart vëlla. Ndërkohë që ai është këtu. Po. Pra ne po të thoja që është edhe zëri brendshëm, po është edhe përtej zërit të brendshëm. Pra është ajo që quhet imanenca e Zotit dhe transcendenca e Zotit. Në gjithë librat e shenjtë Zoti herë përshkruhet si mbi qiej, si diçka përtej arsyes, si diçka shumë larg njeriu, si diçka që nuk perceptohet dot dhe është shumë larg dhe të duhen ndërmjetësa ose të duhen shpjegime të tjera përmes librave, përmes klerit e tjerë, por përshkruhet edhe më i afërt se sa damari i qafës. Pra këto tash o janë kontradikt me njëra tjetrën kur e thotë një njëjtë libër, ose ka diçka tjetër, pra janë të dyja. Pra nuk mund t'ja mohosh Zotin aspektin e jashtëm dhe të brendshëm, aspektin lart dhe poshtë, aspektin që është brenda meje dhe është jashtë meje. Kështu që këtu në këtë pikë pajtohemi dhe unë besoj fort që shumica njerëzve që kanë këtë lloj perceptimi për Zotin që është i natyrshëm, që e kanë dhe shqiptarët në masë, që thonë unë besoj vetëm një Zot dhe jam kundër religioneve në tërësi ose më sa kundër klerit ose kundër hoxhës, institucionit, fesë institucion. Unë mendoj që këta kanë monoteizëm 100% të përputhshëm me tekstet burimore të feve. Gjejsisht Kuranit që besoj unë si tekst më të plotë se sa të tjerët. Po jo se të tjerët nuk janë. Jo, për mua baza e gjithë e afërsisë për njohur pak nga imanenca apo transcendenca e Zotit është vetëm ai libër se edhe mua më duket shumë i plot vëlla. Është më i plotë, do të thonë unë mendoj një gjë që Kuranin ose të bën dietar ose të lë idiot. Po të lë idiot kështu
të niveleve tepërme. Vetë Kurani e thotë që për disa njerëz Kurani nuk do t'i udhëzojë, do t'i shpije në humbje, sepse është pasqyrë e njeriu. Domethënë, varet se çka kërkon vëlla. Po. Dhe varet si e kërkon, me çfarë nijet, çfarë qëllimi ke. Si e kërkon. Në qoftë se ti do të marrësh dije, aty ke alegorira edhe ke, domethënë mua më duhet sa që e kam lexuar, ka kohë që se kam lexuar, se nuk është i libër që ti e hap si shtigjit estetikës, nuk është roman vëlla. Jo është, do thotë, mua surja El Bekare, që është më e gjata, Bekare, mua më lotë vëlla, më stërmundon më. Më stërmundon, edhe pse mund të jetë 25 faqe. Që 25 faqe, një sy i stërvitur për lexim si puna ime apo jote, është te estetika, është mbaro, atje është e tmerrshme. Domethënë, e ndjej ngarkesën e brendshme, nuk di si ta shpjegoj vëlla, domethënë edhe djers. Po, ajo sure ka një gjë shumë të veçantë, që ajo është zbritur brenda 3 viteve, pra nuk ka ardhur e gjitha e plot kronologjikisht, por ka një mrekulli gjuhësore dhe strukturale që quhet ring composition, kompozicioni unazor ose kiasmus, ku tematika e jetëve të para përputhet me tematikën e jetëve të fundit. E dyta me të parafundit, e treta me të parafundit, dhe mund mes të asaj sureje flet për ndrimin e kibles, drejtimit të faljes nga Jeruzalemi për në Mekë. Dhe flet për të qenurit të muslimanëve një umet ose një bashkësi e së mesmes. Pra fjala e mesme është mu në mes të asaj sure. Pra ajo nuk lexohet nga fillimi në fund A, B, C, D, ajo lexohet A1, A2, B1, B2, ashtu lexohet. Të gjithë suret e Kuranit e kanë këtë, e kanë plus edhe sure me sure. Ka sure Bekareja 2 me 3 lexohen bashkë, 4 lexohet bashkë me 5. Këtë nuk e dia për shembull. Dhe pasqyrojnë njëra tjetrën dhe interpretojnë njëra tjetrën. Kurse tendenca e hoxhallarëve tradicional, po themi, është ta interpretojnë atë me burime ekstra kuranore që quhen, që janë hadithet, po janë edhe israeliatet, pra burime nga tradita judeo-kristiane etj. Dhe kjo e ngatarron, e bën çorap edhe në mënyrën se si e përkthejnë. Ti nuk mendon për shembull që këta lloj njerëzish që në fund ditës janë institucione, por kanë pushtet. Religioni është pushtet. E ka më të lehtë për të friksuar apo trembur apo për t'i lënë errësirë të plot ata që i ndjekin? Ka një gjë shumë të bukur që e përsëris disa herë, që e ka thënë dhe Imam Aliu edhe Rabia e Basrës, një poetesë shumë e hershme, po themi ke gjeneratat, 3 gjeneratat e para, gjenerata e artë që quhet, që ka thënë ka 3 lloje njerëzish. Njerëzit të cilët e adhurojnë Zotin nga frika e ferrit, dhe ky është adhurim sklevrish. Njerëzit që adhurojnë Zotin me dëshirën për të shpërbyer në parajs, është adhurim tregtarësh, dhe njerëzit të cilët e adhurojnë Zotin vetëm për shkak se është Zoti dhe për shkak se duan Zotin, dhe ky është adhurimi i njerëzve të lirë. Pra përsërisin të gjithë ato figura kaq të mua më pëlqeu shumë rat par figura më sipërore hiç profetin. Imam Aliu alayhis salam, për shembull, se ka një gjë të mirë ai profeti jon vëlla, se nuk na ka lënë fytyrë, nuk na ka lënë për të adhuruar. Ne thjesht të adhurojmë potencën e shpirtit të tij. Po Imam Aliu për shembull për mua është ndoshta figura më e madhe në Islam. Për mua. Edhe në elokuencë, do të them pas fjalëve të Kuranit, pas Muhamedit, Imam Aliu ka një elokuencë shumë të orator i frikshëm, luftëtar i frikshëm, general i frikshëm, dietar i frikshëm. Se ishte dietar. Imam Aliu ka sakrifikuar dhe, do të thënë, duke ditur, duke parë, duke paramenduar që edhe do t'i pritet do t'i ngulet thika me e helmuar, kama e helmuar, po duke parë dhe vdekjen e djalit vet, Hysenit në krah, dhe prap e ka marrë fëmijët për në luftën e Kerbelas. Ja, atë ka bërë Imam Hyseni, kurse Imam Aliu ka ditur që do e helmojnë nga ushtria e Hawarixhve, që ishin fillimisht për krahas të tij, po që dolën tradhtarët dalin zakonisht nga ata që ishin më të afërtit. E ka ditur që do helmohet dhe ka rënë duke u falur, ka qenë duke u falur, mos gaboj. Kurse Imam Hyseni e ka ditur që do bëhet thertore bashkë me familjen e vet, edhe me 72 dëshmorët e Kerbelas, edhe vajti gjithsesi. Edhe vdiqet aty nga etja, nga shtizat, nga shpatat. Mua për shembull njerëz që e besojnë këto gjëra, më kanë thënë domosdoshmë që ti ke një ngjashmëri fizike të frikshme me portretin e Imam Aliut. Po tani që po mendoj e ke. Po tani që mendon. Po. Shiko, ti the që edhe Bektashi. Edhe babi emrin Ali. Shumë mirë. Unë e kam bindje
ose tezë më saktë që në Islam, në Shqipëri Islami nuk ka ardhur me shpatë fillimisht, ka ardhur me misionar, specifikisht nga linja e profetit Muhammed, që vjen nga linja e Aliut dhe Hysenit dhe Hasanit, dhe kanë qenë këto misionar të cilët kanë vajtur dhe kanë përhapur Islamin në mënyrë në kontekstin e popullit, prandaj për shembull Bektashitë lejohet rakia jo sepse duan ata që ta lejoni rakin. Fillim e kanë lejuar sepse kanë parë që shqiptarët janë një popull që alkoolin e kanë traditë e absorbojnë. Bëjnë dollime të dhe nuk mund t'i thuash ti një populli që e ka kaq të ngulitur në ADN-n e vet që lëre ti direkt se është feja që ta ndalon. Po është edhe gjëja tjetër më Dario, se tani e marrë e mira, a mund të pish edhe sikur lejohet në Arabi Saudita. E piti tot alkoolin 45 gradë burr. Po është vdekja. Po është ajo, po. Është vdekja më. Po. Edhe mishin e derrit. Ti nuk e ha dot atje sepse radh parë nuk bëhet pastërma, në radh të dytë ti nuk të shkrihet, domethënë ban një lloj mikrobi ajo lloj gjëje që në ato lloj temperature bëhet shumë i dëmshëm. Janë këto janë arsyet domethënë sebepet kauzale të ligjeve të fizikës, po është dhe aspekti shpirtëror i derrit që është një kafshë diçka ngrënëse e babzitë e vet. Po edhe, ti merr cilësitë shpirtërore të asaj kafshë. Prandaj po themi qingji është një gjë që bëhet kurban, sepse ti do të bëhesh i urtë si qingji, po të hash qingj për ditë, pastaj bëhesh dele dhe ngelesh dele gjithë. Unë prap mendoj plako, edhe këtu kam një thyrje shumë të madhe me këtë të religionit, te kurbani. Po. Zoti im nuk do gjako valla. Po. Dakor jam do. Dhe kurbani në Kur'an përmendet fjala kurban përmendet vetëm tek Kaini dhe Abeli, dhe njëri, po bënte kurban, po ofronte si ishte fare kafsh, ishin kështu fruta perime, se çfarë ishin më drith, gjëra të tilla. Tjetri kishte një kafsh, pra vjen nga Karaba, që domethënë ti je i afërt me Zotin. Pra një gjë që ta afron. Dhe nuk ka në Kur'an diçka specifike që thotë ty therr, domethënë një herë në vit një gjë. Ajo ka qenë, ka qenë një gjë që bëhej në kushtat të atilla ku profeti Muhammed 90% të dietës së tij e kishte vegetariane, sepse nuk kishin mundësi të hanin mish. Dhe transmetohet që mund të kishte, domethënë, mbi 6 muaj që nuk dilte tym nga oxhaku i shtëpisë vet, sepse nuk gatuanin gjell ose mish. Pra kurbani, nëse është bër si diçka që bëj shumë rrallë dhe për ta ngrënë këtë kafshën ta respektosh, po. Ja heqësh dhimbjen, ta therrësh me fjalën e Zotit dhe mos të bësh të kasapanën që shikojmë sot, domethënë që i merr ato kafshët i fut dhe me salmonele dhe bëhet tu vej vulën hallalti dhe u quka sakrificë për Zotin ajo. Ka lidhje fare. Vetëm Shqipëri dhe në Kosovë kanë parë hallall me mish derri valla. Vesh dhe një foto nga Pakistani, merrte ato derrat i fuste ke kamioni me vulën hallall. Po është të mërshme, domethënë momentin se neve kemi një problem shumë të madh. Nga që ne nuk e njohim valla. Ne nuk njohim asnjë lloj gjëje. Neve ecëm me fjalë pazari. Po. Për shembull, nëse te surja El-Name e 6-ta mos gabofsha. El-Anam, po. Bagëtit, po. Etimologjikisht niama, do të thënë begati, dhe enam, do të thënë bagëti, që është se gjuha arabe është gjuha më melodioze në botë. Po edhe ngjan dhe shumë shqipes në shumë aspekte. Në fonetik, në fonetik edhe në melodi. Po. Është një pjesë aty Dario që ata e kam lexuar shumë shpesh faktikisht, sa më kanë ndihmuar që të lëtë 8 muaj duhanin, që është e vërteta. Kupton? Interesante. Nuk vetëm thjesht lexoj atë darkë për darkë dhe ditën tjetër mos kërkonte trupi duhan valla. Nuk e di çaj fuqie. Po. Se jam merre me këto lloj gjonash me fjalët me Kur'anit i çoj se s'kam fuqi njerë, nuk di ti përdor edhe po ti kem. Po që më ndihmoi shumë valla. Aty kam kuptuar pastaj xhihadin çfarë është lufta e brendshme. Në them, po hiqa një të keqe që më bën mua. Pastaj lidha me Nietzsche. Domethënë konceptin mbi njeriu, se unë i trurim proceson në një lloj forme vëlla që çfarë lexoj këtu, po sintetizoj këtë që të nxjerr një sintezë të përgjithshme që të duhet mua, jo për ta ditur ti, sepse mund të jetë edhe idiotlik, a kupton? Po idiotliku mbase më shërben mua. Është një pjesë del Xhibrili, profetit. Mos gabofsha, më korrigjo ti tani se Kurani është libër i rënd. Edhe në qoftë se ti shikon një të paudh dhe orvatesh ta ndihmosh të paudhin, ti tregosh ç'është e drejta, të gjithë mëkatet e ti do të bien ty sepse ka një arsye sepse unë e lash ashtu vëlla. Se ti është në Kur'an kjo. Në Kur'an në surën El-Name. Vetëm edhe s'kemi kod tash se bëhet kështu blackout. Po do ta kontrollojmë. E më mend si tani vëlla. Mbase se kam perifrazuar si duhet, po ky ishte mesazhi. Pra ka një arsye sepse unë e kam lënë paudhin paudh, që tregon një lloj balance. Patjetër.
Dhe këta e harrojnë Kleri, mendojnë që gjithë bota duhet uniformizuar dhe duhen bërë gjithë musliman, po vetë Kurani, një ajet i ngjashëm me këtë po themi që e dita parafrazoj është ti nuk mund të udhëzosh këdo që ti do. Pra, e përdor fjalën dashuri. Po. Ti nuk je i ndaluar të dashurosh njerëzit, po ti je i ndaluar ti udhëzosh ata që nuk duan të udhëzohen. Dhe këtu kuptimi i udhëzimit është një gjë që e bën Zoti, nuk e bën as profeti, e bën Zoti vetë. Dhe profeti thotë aty, unë nuk e di se as çfarë ndodhi me mua, çfarë më pyesni mua, çfarë ndodhi nesër pas nesër me juve etj etj. Kështu që këtë kanë harruar klerikët tan, sidomos në Shqipëri dhe Kosovë, që janë një ignorancë tepër e frikshme, domethënë, shumë e frikshme. E kanë harruar, kanë marrë rolin e Zotit në tokë. Edhe Kurani thotë për rabinët dhe prej që i bën zota krahas Zotit. Po si i bën zota krahas Zotit? Se asnjë festë si ka bërë zota në centrin tonë, këta janë zota me esencë hyjnore. I bën duke marrë fjalën e tyre si fjalë të Zotit. Kjo është thelbi. Po tani në thelb shumica e njerëzve që un flas vlla, u flasim për këto çështje të religionit ose të Zotit, të krijuesit e të gjitha me radhë, kanë frikë nga Zoti. Frika nga Zoti. Në Kur'an është termi takua, që e përkthejnë po ta hapësh përkthimin shqip, frikë nga Zoti. Jo, takua do të thotë të ruash literalisht, dhe përkthimi më i mirë që kam gjetur është zemërdroj ose vetdisim, God consciousness. Vetdisim. Të vetdisohesh për. Kjo ka qenë një thyerje që unë kam pas me njerëzit vëlla. Edhe më kanë qetur ti je ateist, antikrist, më thet tash, kupton se ti nuk e ke frikë. Nuk kam se ta kem frikë. Sepse unë e dashuroj një rat parë. Si mund dëshirosh ti dikë që nuk e njeh. Nuk e shoh, po jo se nuk e njoh. E para, se njohja është tjetër, e shikuara është tjetër. Dhe e dyta, plako, pse du ta kem frikun unë ka bëha i mëkatar? Se kjo është pyetja $1 milion. Domethënë, pse duhet kem unë ty frikë kur ti me vetdijet plot, nuk e bëu mua të jem ky mëkatari, të jem e pshort, të kem qef alkolin, të kem qef cigaren, po të kem qef femrat e bukura. Po pse nuk mi hoqe vëlla gjitha epshet, gjitha dëshirat e të më boje në linj? Pse? Sepse këtu pastaj hyn një gjë tjetër vëlla, na ka dhënë vullnetin e lirë. Pse duhet na jep me vullnetin e lirë apo? Po ajo është dhe më e bukur sepse në dallim nga kafshët ne kemi arsye, po në dallim nga engjëjt ne kemi vullnetin e lirë. Engjëjt ishin krijesa e përsosur siç do donin xhallarët e periferinë që vetëm adhurojnë edhe nuk kanë asnjë lloj mëkati, nuk e kanë mundësinë për të bërë mëkat. Por ai thotë, unë do bëj në tokë një zëdhënës, një mëkëmbës si Zoti në tokë, pasardhësi i Zotit në tokë literalisht, që nga njeriu që është krijesa i cili derdhgjak, se kështu e pyesin nëngjit, do krijosh një krijesë që derdhgjakun në tokë bën korrupsion, ndërkohë që neve ta shenjtërojmë natyrën tënde ditë e natë etj. Unë di atë që juve nuk dini. Pra, në thelb kishte nevojë për një krijesë që të ishte po aq i lirë sa Zoti, ose me një liri të kufizuar siç e kemi neve, ëh. Kishte nevojë për një krijesë që të ishte e lirë. Ti mendon se neve jemi të kufizuar apo jemi vetë kufizuar? Jemi të dyja, domethënë ekziston kjo dikotomia ose kontradikta që kanë njerëzit me paracaktimin hyjnor, pra çdo gjë e ka vendosur Zoti, mua më ka bërë mëkatar, e di Zoti ja do shkojnë në ferr apo në parajs, por ndërkohë kam dhe vullnetin e lirë. Se ka që kontradikt shumë të madh. Ka një kontradikt nëse e kupton vetëm me tezën e dikurshme, se një gjë që duhet ditur është që teologët islam po dhe të feve të tjera kur kanë shkruar për teologjinë, ja kanë nisur mbi bazat e fizikës së atërshme, pra me atomizmin e Aristotelit. Dhe nëse ata do ishin sot, nuk do nisin me Aristotelin, sepse dinë që atomizmi deri diku domethënë ka evoluar, ka derivuar, sot ata do merreshin, do vendosin njerëz si bazë teorinë e simulimit virtual, po themi, që është një nga teoritë që po përqafohet më në mas nga fizikantët e sotëm. Pra kemi Big Bangun që është ana materiale, kemi dhe simulimin virtual që është ajo velloja, çka ka për te vellës. Dhe në simulimin virtual, ashtu siç është programuar si një videoloje që ka krijuar disa pista, po themi 1 miliard pista që ti bën këto veprime, këto zinxhir veprimesh, dhe ti ke vetëm një player është vetëm shpirti. Po ndërkohë Zoti ka krijuar gjithë pistat e mundshme. Pra, në dijen e Zotit janë pistat. Në vetdijen time, në vullnetin tim të lirë janë unë playeri, pra të dyja pajtohen. Edhe janë jetët, që neve quajmë jetët apo pistat. Pra ekziston një univers tjetër paralel ku unë nuk jam këtu për shembull, ose unë jam ulur këtej, ti je ulur andej, të gjitha këto ekzistojnë.
Ama si shpirtu kam edhe një shpirt sepse shpirti rrjedh nga Zoti vet. Domethënë ti po thua që energjia jonë është, si thua ti, duplikohet. Në rastin më të pakët duplikohet. Pastaj trefishohet, pesëfishohet, domethënë mund të jetë në 1000 skenar të ndryshme i njëjti shpirt me teorinë e efektit, domethënë jo efekti pasyrë, teorinë e pasyrës. Pra realiteti jon, universi jon, shumë shkencëtarë thonë që është pasyrë, pra janë pasyra që vetëm reflektohet, është çështje refleksioni. Tani në këtë lloj refleksioni vëlla, a mund të qëndrojë e vërteta? Pra kur është rrethuar nga refleksioni, mos vallë edhe vetë e vërteta bëhet refleksion. Pa ajo është e bukur që e kanë trajtuar mistikët si puna e Ibn Arabit që atë shprehin la ilaha illallah, nuk ka zot veç Zotit, e kanë interpretuar nuk ka realitet përveç një realiteti që nuk është ky realitet. Pra ne jemi në iluzion. Kur ta marrësh vesh jemi në iluzion dhe ta pranosh të fakt, atëherë je më afër të vërtetës dhe kur bien ato perdet e Matrixit, po themi, atëherë je tek e vërteta e vetme që s'ka. Domethënë në të gjithë përciatet filozofike ose rrotullohen. Në të gjitha përciatet filozofike që unë kam bërë me veten time vëlla, kam krijuar shumë skenar. Një nga skenarët ka qenë për shembull që disa qenie jo njerëzore ose më inteligjente se sa neve, nuk e di a janë brenda këtij lloji realiteti ose jo, nuk di ta them deri aty, po flasim që ta marrin vesh pacientët UFOs, domethënë unknown forms of organisms. Kanë ardhur këtu dhe kanë bërë një lloj eksperimente. Jo eksperimente, kanë bërë një lloj vaksine tek primatët, edhe kjo lloj vaksine bëri një chemical X, një mutacion që lindëm neve. E para. E dyta, mund të jetë që ne jemi një sim loj, sim pesa, në një fëmijë alien ose te shpendi dhe tek Dario që janë duke luajtur me videogamin e tyre. Dhe kjo është e bazuar shumë te teoria e Rick and Mortit. Po ta kesh parë super serial, super serial Rick and Morty. Atëre kam qenë ateist kur e kam parë Rick and Morty, kur e kam mbaru, kam përfunduar jo ateist, kam përfunduar monoteist. Po pra, se e kaq. Se është një gjallë. Dhe ana tjetër vëlla është ne jemi një ferm shpirtrash. Okej. Kto janë tre teoritë e mia bazë vëlla, që un vatëm që ta krijoj gjithë ose ta përshtas realitetin tim, jo vetëm këtë realitetin që un kam një biznes, po bëj një podcast, i dal njerëzve, hiqe këtë pjesën se kjo është e jashtmja. Kjo është eksternale. Un po them të brendshme vëlla, çfarë mendoj un si njeri. Dhe kjo teoria e fundit vëlla, ferma shpirtrave. Ferma shpirtrave mua më vërtetohet për ditë. E di pse? Sepse un shikoj njerëz pa jetë vëlla. Gjallojnë. Kanë sy po nuk shikojnë. Gjallojnë vëlla. Kanë zemra po nuk arsyejtojnë. Edhe kanë trupa po nuk jetojnë. Gjallojnë. Dhe vegjetojnë. Kanë krijuar disa tabura ose disa komplekse në trurin e tyre që dashuria është vetëm këtë lloj forme, familja krijohet vetëm këtë lloj forme, Zoti dashurohet vetëm këtë lloj forme, besimtar quhesh vetëm këtë lloj forme, qytetari mirë je vetëm këtë lloj forme. Ndërkohë të gjithë nën atë që neve shohim poshtë icebergut kanë sjellje të frikshme pervertive vëlla. Si e shpjegon këtë? Po shiko filmin Matrix që e kanë thënë, filmi Matrix nuk është film, është dokumentar. Edhe ajo gruaja që e ka shkruar si skenar, ajo është bazuar thelbësisht tek religioni dhe e thotë që Neo i Matrixit është Jezu Krishti. Pra, në traditën e vet kristiane. Në fillim kur i thon Neos që shiko çfarë bote po jeton, i tregon atë vajzën me atë fustanin e kuq që simbolizon epshin edhe kënaqësinë edhe tundimin edhe perversionin seksual edhe të gjitha. Edhe gjithë njerëzit e tjerë që ishin, si më thon, njerëz pa jetë që thjesht lëvizin, veprojnë në një mënyrë pothuajse mekanike, jo pothuajse po komplet mekanike, ishin këta njerëz që nuk ishin zgjuar. Pra, të dyja mund pajtohen, edhe ferma e shpirtrave, po edhe pjesa tjetër që ekziston një elitë njerëzish që e kanë mundësinë për ta parë botën përtej kësaj. Kjo është pjesa e evolucionit kognitiv që ka kaluar njeriu dhe që do ta kalojë dhe në vazhdim. Një gjë është e sigurt që një kast njerëzish, nuk e di a janë elit apo jo, kanë informacione që neve nuk i kemi vëlla. Patjetër. Unë besoj vetëm te një njeri në këtë botë vëlla. Nikola Tesla. Mendoj që ka qenë shenjtor ai. Për mendimin tim është filozofi më i madh që ka ekzistuar ndonjëherë të rrjefsh Aristotele. Marr shpallje hyjnore, marr revelata. Ashtu thoshte. Mua më pëlqen vëlla se unë e di që ekziston një informacion që t'i shpjegon të gjitha, është një koshiencë mbar universale,
janë në dieni të ekzistencës së saj, por nuk kam vendosur akoma kontakt me ta. Unë nuk kam pasur mundësi të vendos kontakt. Para se diste ka thënë kush zbulon treshin, magjin e treshit 6-s dhe 9-s, ka çelësat e universit në dorë. Dhe unë mendoj vëlla që neve dita ditës me televizionin, me këto streset e përditshme që kemi neve, ke lek të marrësh bukën, të lahet dashura, familja, shoku, leshi, preshi, gjitha, na e bombardojnë sinapset e trurit që neve mos prodhojmë vëlla. Aq më tepër shto pastaj sheqerin që neve dashur pa dashur e pim gjithë për ditë. Fut pastaj këto Coca-Cola-rat e pisliqet e tjera që fast foodet e më thet tash. Truri jon vëlla, nuk është më Marsi ideal. Po hardware-i ka problem. Ka glitche. Po. Dhe është dhe bukur, kjo vërtetohet, kanë bërë studim për njerëzit të pleqë, domethënë që vuajnë nga Alzheimer ose nga ajo që quajmë neve popullor që skleroza. Po. Dhe ne mund kemi pasur gjithë njerëz në familje që kanë pasur këtë problem, dhe është një nga sëmundjet më të këqija që ekziston. Më mirë kancerin sa këtë, sepse humbet. Po. Të gjithë diku ke 5 minuta para momentit vdekjes, shumica po themi, kthehen ka një moment kthellësie, që do thotë që hardware-i i tyre është dëmtuar, ka qëndruar i dëmtuar po themi 20-30 vitet e fundit të jetës së tyre, por ka diçka që ja kthen, domethënë, këtë 5 minuta të kthjellësinë shpirtërore, software-i futet në madhështinë e vet, po themi, për t'i treguar neve vdekatarëve të tjerë që shiko, un po iki, trupi dhe trurim nuk janë e gjitha, ekziston diçka tjetër, ekziston një software, un po ik atje po transferohem. Un mendoj plako që neve të gjithë kemi potencialin, dhe kam bazuar edhe te ky Anthony Robbins, të awaken how to the giant awaken, diçka si të zgjosh awaken the giant. Nuk është how to awaken the giant, po the inner giant, po how to awaken the inner giant. Si të zgjosh gigantin e brendshëm. Thot neve kemi truri jonë e ka fajla vëlla. Domethënë nuk ka gjë që ne mësojmë. Në thelb. Neve thjesht na vjen informacioni dhe ti hapat të sketën tënde. Këta e kanë këtë, domethënë kjo lloj elite vëlla. E kanë dorë, domethënë si puna unë të kem formulën e një gjëje që ti do bëhesh addicted. Domethënë unë të kontrolloj ty o zotri. Është fakt. Domethënë ti e shpjegove bukur që par useri. Unë jam programuesi. Si mund të dalësh useri programuesit ndonjëherë? Nuk ke shanse sepse ti je në Battlefieldin tim, ti je fush betejën time, janë platformën time. Këta me këto na kontrollojnë. Dhe pastaj unë bëj pyetjen tjetër se këto janë fazë ekzistencialiste, por unë kam kuptuar një gjë, një të vërtet shumë të tmerrshme, fatale, që ekzistencializmi nuk mbaron kurrë me njeriu. Nuk ka faza siç na kanë gënjur neve deri 27 vjeç, grupi 27-s, ti kupton këtë, jo, ti deri 27 vjeç kupton që të 20-at janë një iluzion, jepi bëj gabime, se po si bone deri 27 vjeç do të reflektojnë diku tjetër. Por pastaj fillojnë etapa tjera të jetës. Ngjendesh 32. Pastaj 33. Pastaj 33 mosha Krishtit. Pastaj 34 fillojnë dalë vëlla se shikon gjithë njerëzit tonë orë ti me fëmijë, pa fëmijë, gjitha me radhë. Pra dhe këto janë idiotësira, se kush është një person një tjetër që thotë ti dalë se ti duhet të bësh fëmijë. Apo duhet të krijosh familje, apo konceptin e familjes, se familja jemi amuno vëlla. Në fund ditës. Familja shpendi gashi, vetëm të jetojnë shpiun, është familja shpendi gashi. Jam unë familja vetes time. Problemi është tu vëlla. Si ka mundsi që njerëzit nuk i bëjmë një pyetjen vetes. Ore për çfarë më për të zgjuar në mëngjes, të shkojmë punë, të ha, të pi, të bëj seks, të dhjes, gjumë, repeat. Mendoj që shumicës i vjen kjo pyetje, domethënë shumicës i vjen pyetja dhe pastaj ndahen diku ke 40 me 60, ku 60 që ai injoron si pyetje dhe nuk i jep përgjigje, sepse lodhet. Dhe siç mund të kesh parë ti me lexime me gjëra, është shumë e lodhshme për të japësh përgjigje këtyre pyetjeve. Pra shumicës njerëzve i vjen pyetja në mënyrë të natyrshme, sepse ja ka instaluar kush ja ka instaluar, ai lart dhe ai brenda, që është i njëjti po themi, që ti në një moment caktuar tjetër do t'i kesh nga erdha, pse jam këtu, a jam thjesht materia, jam thjesht grumbull i riorganizuar molekulash dhe atomesh, apo jam diçka më tepër. Po ka njerëz që e injorojnë. Unë hyj te stoikët. Po ti lexosh dialogjet, janë fan si stoikëve, janë i thari stoikëve. Po ti lexosh se negën dialogjet. Po. Ai thotë, fati jonë është i para përcaktuar. Po, është i para. E di se është i para përcaktuar.
që ti ke lindur në datën 7 para lindjes Krishtit, do vdesësh në datën 48 pas lindjes Krishtit. Kjo është fataliteti i përcaktimit, ti ke ardhur për tikur. Mënyra se si ti zgjedh këtë lloj segmenti të shkurtër apo të gjatë varet nga relativiteti që ti jep jetës, pra nga rëndësia që ti jep jetës, është ditën nuk e ke të përcaktuar thotë, se kur do vdesësh, por dije që do vdesësh. Do me vdek nesër, bëu një kaçak, hapi luftë legioneve romake i vdekur. Do me jetu gjatë. Bëu një puritan religionare të gjitha, ushqeu me barishte, pelegrinazhe të gjitha, do jetosh. Pra ti zgjedh vet, bëhesh kalorës apo kaçak. Ti bëhesh murg apo bëhesh qytetar i lirë. Teoria arketipeve që më pëlqen shumë mua, njeriu zgjedh atë heroin. Zgjedh heroin e brendshëm tëndin valla. Çfarë do me qenë ti? Pra, e përcaktuar te neve është që do vdesim një ditë. Mbi këtë lloj postulati le ta quajmë. Se ky është postulat, do kemi ardhur për tikur. Nuk di ndonjë njerëz që ka ngelur gjallën dhe nuk e dim. Na ka gënjur. Ndoshta ndodhen, po unë s'kam njohur. Nuk e di për ty. Dhe duke u nisur nga pyetja e madhe ekzistencialiste, për çfarë fucking kam ardhur këtu? Unë kam arritur në një konkluzion valla, duke pranuar fatalitetin, duke u bazuar edhe leximet e mia për kulturën japoneze që unë e dashuroj. Edhe unë vdes. Ikigai. Përgatitur për më të keqen. Pra, ti do vdesësh. Qa do ti me bo vlla, se do qajnë tash, do vdesi ditë, hajde s'po e bëjmë podcastin se unë kam për të vdekur një ditë. Po dhe ty s'do të takoj se afeksionohem, bëhem shok i mirë, do vdesësh edhe ti një ditë. Po dhe prindrit s'po i takoj se do vdesi një ditë, po dhe vllajin, po dhe motrën, po dhe shokët, gjitha hajde se po mbyllemi në një burg mental tonin për t'ju shmangur asaj fatalitetit, po i shmangemi gjithë botës. Pa është historia e bukur e Budës që e çon më tej, nuk është thjesht ne kemi ardhur për të vdekur, po kemi ardhur për të vuajtur. Vuajtja është fakt i pashmangshëm. Po. Nga do të ti kther syt, si do ta jetosh jetën zgjidhe, izolon bunker me gjithë mirat, do vuash. Pik, mbaroi ky muhabet. Ai thot tash ka një çlirim nga vuajtja, jo çlirim që ti s'do vuash, po ka një çlirim që ti të vojën ta perceptosh ndryshe dhe ta përballosh dhe mos ikësh vrasësh veten, bësh fatalist komplet, që është të deatashohesh nga disa gjëra. Se Buda i provoi dhe asketizmin, jetonte izoluar atje në përmale, në connected with everything, attached with nothing. Po. Kjo është dem. E provoi dhe asketizmin ekstrem. Ai kishte qenë edhe princ që provoi të atashohej ndaj gjithë kënaqësive të kësaj bote, me alkool, me femra, e gjitha me pasuri etj. Dhe zgjodhi atë që quajti rruga e mesme. Këtu pajtohet pastaj edhe Islami me budizmin, që ishin të dyja veten rruga e së mesmes. Po. Pra, e ka një zgjidhje kjo punë, është ti njohësh gjithë to postulate si të stoikëve, si të budistëve, si të islamikëve, dhe në fund fare del një konkluzion. Revlla, ne jemi çuna të rinj. Po. Bazuar mbi këtë lloj logjike që e ndërtova unë tani, se këto janë spazma intelektuale le ti quajmë vëlla. Domethënë këto janë shpërthime që të vjen ty një elektricitet edhe një herë të vjen në moment, po se majte aty që ta elaborosh tiku të fshihet, se kush e di se na vin gjatë ditës. Duhet ta shkruash, se thoshte ai David Lynch të çon në vetvrasje, po ta humbasësh një ide. Bravo. Po mos ta shkruash atë, të çon drejt vetvrasjes. Tani, ideja është vëlla. A e kemi pranuar që do vdesim një ditë? Po. A e kemi pranuar domosdoshmë që do vuash? Po. A ka vuajtje? Po. Çfarë do me botet e kjo jeta? Ti kish i lumtur vëlla. S'mendoj që është thjesht lumturia. Unë e kam zgjidhur lumturinë time vëlla. Po i ka i qeshur nga kjo botë. Si e përkufizon ti lumturinë? Se unë kam një problem me këtë. Ja ato çpende. Do thon duke vazhduar akoma tek take it simple, ëh. Do thon take it easy. Mos i jep lumturisë sa ajo më pa mua dhe më mbushi. Ai është pasion vëlla, ti thjesht do të bësh seks me atë femrën e bukur, nuk të mbushi. Thjesht hormonet e tua, adrenalina, dopamina, gjitha po t'japin ty lloj-lloj çrregullimesh mentale se të është furnizuar me drog truri. Qetësia është vëlla, lumturia është mos kesh brengja. Mos kesh brenga vëlla. Okej, ky me këtë përkufizim pajtohem ose më shumë të qenurit i kënaqur, pra contentment. Por lumturia është ndërgjegje. Po flet me një njerëz që është minimalist vëlla, kërkesa ndaj jetës. Unë s'mund ta kem lumturinë. Wow, lumturia ime është kozi është easy vëlla. Unë të jemi ndërgjegjshëm siç jam sot vëlla, që nuk e kam hyrë njeriu në hak me vetdije. Nuk kam frikë dal atje, nuk e kam hyrë njeriu në hak vëlla, po luaj drejt ose po përpiqem të luaj drejt. Kaq është, se tani ti mund të përpiqesh të luash drejt vëlla, po u zhyt Titaniku me të parën. Që s'varet vetëm nga ty. Një nga gjërat më të bukura që kam bërë mbasi u uri bëra
monoteist, po themi është që ka marrë në telefon Sa e bukur kjo u ribëra monoteist. po sepse njeriu lind monoteist, nuk ka njeri që të lindi Nuk ma pa hamene që besimtar. lind, ja këtu kemi debat bashkë. Është besimi imi, është edhe në studim, se unë kam bërë edhe studim shkencor psikologjia dhe religionit, citohet edhe një studim që thotë që bebet para moshës 3 vjeç e kanë të natyrshëm besimin në Zot. Po është dhe në besimin islam që njeriu lind monoteist, kurse krishterimi thotë që lind mëkatar dhe pastaj duhet pak zohesh. Unë më shumë jam te kjo pjesa e krishtrimit e kjo pjesa më. Ose më saktë taoizmi. Po mirë, ti bebe si, nuk e ke lidhje me Zotin një bebe? Po ka lidhje me Zotin një bebe. Po. Po problemi është vllai që a është konshën nëse ai bebja që ka lidhje me Zotin. Mendoj që është. Bebet flasin dhe me ëngjit, ato që quajmë forcat psikike dhe kozmike, nuk e di, e kam dëgjuar të lloj teorie, po nuk e di vlla. E di pse? Sepse nuk do kishe kaq shumë bastarditet në këtë lloj bote nëse bebe do ishin automatikisht lidhura me krijuesin dhe me ëngjël vlla. Është një libër interesant i Ibn Tufailit, quhet Hay Ibn Yakzan, ku është në vjet në provë teoria se çfarë do ndodhte nëse rritet njeriu brenda një ishulli pa asnjë lloj ndikimi filozofik, politik, fetar etj. Dhe del në konkluzionin që njeriu edhe në kushte të tilla si Tarzani, po themi, nga vetë mënyra se si është strukturuar natyra, do arrit tek e vërteta unitariane, tek e vërteta monoteiste. E di kush më ka pëlqyer një shprehje vlla? Ke parasysh atë Gods versus Titans? Po. Që rrëzohet statuja e Zeusit, edhe bëhet një pyetje. Po tani që vram Zeusin, çfarë do bëjmë? Do krijojmë një Zeus tjetër. Neve kemi qef ta krijojmë një bari vlla. Është në koshiencën tonë, sepse ma ka thënë një profesor i filozofisë në vit parë, më ka ngel shprehje dhe e kam kuptu botën me shikim ndryshe vlla, që në atë moment. Çfarë është civilizimi? Civilizimi është lufta e paepur e njeriut kundër natyrës. Po, e thot dhe Roy Casagranda, një profesor shumë i njohur në rrjetet sociale në YouTube, që bën ca ligjërata shumë interesante ku i çmitizon ca gjëra historike, sidomos që kanë të bëjnë me perëndimin dhe me lindjen dhe me islamin. Ai thot praktikisht që në momentin që neve kalojmë nga hunter gatherers, pra nga gjuetia dhe mbledhja atyre luleshtrydheve, dhe kalojmë tek mbjellja e tokës, bëhemi fermer, bëhemi bujq, atje fillon civilizimi, atje fillon edhe diktatura në thelb. Pra është ajo krijimi i bariut. Se po ta shikosh gjithë qytetrimin njerëzor, pak sipas shkencës që dimë që kemi evoluar etj. Sipas historisë tonë që duhet të 450.000 vjet që ka ekzistuar qenia njerëzore, ne vetëm 10.000 vjet të fundit kemi bërë një arritje kush e di se çfarë. 10.000 vjet. 10.000 vjet të fundit, 20.000. Po më thuaj ti mua, ke ti një uri për mesjetën e errët? Shekullet e 6 deri në 10, se unë nuk kam një uri valla. Në Europë është e errët, po mesjeta e asaj kohe në botën islame ishte e ndritur. Vëlla, po flas mesjetën tonë se neve jetojmë në hemisferën perëndimore. A kupton? Neve sot jemi duke folur Shqipëria si gjithë Europa. A kupton? Ne nuk dimë historinë tonë ashtu. Nuk e dim sepse varet se ku e lexon burimin e shkruar. Po nuk e dim vëlla, nuk ka. Unë mendoj që historia domethënë nuk ka për tu shpalosur në 100%, por ashtu siç na e kanë dhënë neve, siç na e kanë prezantuar neve, nuk është ashtu. Nuk është fare. Është 10% po themi. Ka ca indicie tek tug aty që të krijojë një imazh, por ajo është një shkrim propagandistik që të jepet ty i vogël, që ta mësosh përmendësh, para citosh edhe të kesh në bibliotekën e Bagdadit apo në bibliotekën e Damaskut, nuk e di, duhet me kontrollu kët. Është një bibliotekë aq e madhe sa 95% e atyre librave që datojnë shkrimeve, se ne i themi libra, po ata janë ferman, kompendiume. Janë 95% të pa përkthyer akoma, se nuk i di njeri se si ti përkthej. Aty është gjithë historia e botës vëlla. Po edhe unë këto histori që thot vajti, dogji, bibliotek, nuk besoj ka djegur në një perandor i madh, po themi, ose në një general aq i zgjuar, i trajnuar etj dash i ditur. Ti ke djegur me vërtet, po mendoj i ka vjedhur dhe i ka çuar tjetër kund. Se është dije. Okej. Është dije. Shikoj, ai mund të Egjiptin e lash, domethënë kanë shkrirë nga ana e dijes. Po Egjiptin e lasht e kanë shkrirë sepse duhet shkrirë sepse u krijua një fe nga përplasja nga antagonizmi që kishte si themon poliglotizmi politeizmi egjiptian i asaj kohe me
Mojsiun që është një nga profetët e judaizmit edhe të hapur edhe absolutisht duhet bërë një pompim aty. Por hajde tani ta marrim vesh pse hieroglifet egjiptiane zbërthehen vetëm me fonetikën shqipe. Këto e kam parë te History Channel 1872-73 mos gabofsha, gjendin hieroglifet e Tutan e Ramsesit të dytë. I vin me fotografia atje, arkeologut. Do thënë Rosetta Stone po thua, po. Nuk e mbaj mend tash. Ajo i dha të Chelsea. Jo, ai është burr. Zotëria që e ka bë. Jo, është termi i atij gurit që i dha Chelsea për zbërthimin, quhet Rosetta Stone, nuk e mbaj mend. Me të gënjy kotash, po. Edhe ky futet. E kam thonë një herë tjetër. Futet tani vlla me marr ato hieroglifet. Edhe ishte tekstualisht simboli i diellit, se ti e di që shkrimet egjiptiane janë shumë të bukura, se janë mbledhur me tre Shqiponjën e ka A për shembull. Është një profesor shqiptar që shpjegon. Nëse këta profesorët shqiptarë që na shpjegojnë, po nuk i besoj fare vlla se fund ditës ik trus bytën shkon në arkivat osmane në Vatikanit edhe shkruaj historinë tonë. Se çka kemi qenë neve, ne jemi turpit parëve tan, nëse kemi qenë ata që pretendojmë se jemi dhe jemi ky popull bastard që jemi tashia. Kupton? Është shumë turp për neve me pranu që jemi shumë të lashtë duke arritur në këtë lloj derexhe 1.7 milion këtu brenda, të tërë, do të thënë pjesë dërmuese analfabet funksional, është tmerr. Do të thënë të pakën mos ta pretendojmë se ulim veten. Shikon diellin. Shikon lumin, do të thënë një m me 4 greba, edhe ato gjethet që i merr era. Futet tani në frëngjisht, në anglisht, në italisht, latinisht, osmanisht, gjitha gjuhët valla, se këta që merren me zbërtimin e fonetikës janë poliglot, janë njohës shumë gjuhëve, të pakën në sintaks apo në morfologjinë fonetik. E vetmja gjuhë që e ka zbërthyer valla është gegnishtja, shqipja, gege me fonetikën e saj. Shikon diellin ai, edhe shpjegimi me ra. Do të thënë shikon ç'a diell, solej, reze, ra drita, ra. Si bën lumi? Si bën gjethet? Edhe filloi Ramses ka rënë 28 ditë në koma pas zbulimit. Tani asnjëri nga neve këtu, arkeologët ta nuk e kanë ngritur këtë valla. Mos prit asgjë nga arkeologët. Nuk e di Nuk e arkeolog. Po nga Akademia e Shkencave, shkencëtarë shqiptar mos prit ndonjëherë. Se ku ka Akademi e Shkencave ashtu? Ajo që quhet si institucioni i Akademisë së Shkencave, se këtu Akademi e Shkencave, tu ne presim autoshefalinë e Akademisë së Shkencave, domethënë, tu duhet këtu është ajo që duhet bërë nga feja ose parimi fetar që të vi dikush me një lloj revolucioni shpirtëror që të rregulloj këto institucione kaq. Ne kemi nevojë fare vëlla, ne nuk kemi nevojë fare për fektu. Neve këtu kemi nevojë vetëm për një besim në një Zot të drejtë. Pra të krijojmë imazhin e Zotit të drejtë, jo imazhin e Zotit vrastar, që ty të gjykon edhe të çon në ferr. Se nuk kemi ardhur për të shkuar në ferr, ne e kemi dënimin tonë, jemi në purgator, do thoshte Dantja. Të bësh prosperitet ekonomik, edhe të mbash ta mbjellësh tokën. Se kemi tokë bekuar që mbillet ulli këtu. Po ti toka me ullinj, dihet që është tokë e bekuar. Është simboli i diturisë, simboli i mençurisë, ulliri i begatisë. Për kaq kemi nevojë edhe për të kthyer edhe një herë gegnishtes. Pra, kthehet dhe integrohet me gjuhën standarde shqiptare, ato hundore, gjithë merat, sepse kjo gjuha jon tani është përdorur në katedrën e Harvardit dhe marrë të mira, është bo zyrtare. Nuk të merr Harvardi se do shqiptarët vëlla. Se kjo është idiotësia që kemi neve, na duan amerikanët, nuk na duan amerikanët. Amerikanët e kuptojnë që ti ke diçka që atyre u nevojitet, i volitet vëlla. Prandaj të marrin. Për sa i përket lashtësisë së gjuhëve, kam dalë në përfundimin, po themi që nuk ka ekzistuar një gjuhë më e lartë se sa tjetra, po në një pikë të caktuar, gjuhët mesdhetare që kap dhe Egjiptin, kap dhe Shqipërinë, kap dhe Palestinën, kap dhe territoret e Afrikës, po themi të veriut e tjerë, kanë pasur një gjuhë me dialekte të ndryshme, po që ishte gjuhë përbashkët. Për shembull në arabisht, e di si thon besës beja. Eksaktësisht i njëjti koncept, që ata e kanë që po erdhe ke shtëpia ime, ti je miku im dhe je nën bejën time, nën besën time. Shtëpisë i thon bejt,
ne themi me bujt ose bujtin, ka një sër fjalë që janë të ngjashme, pra bota është aq e vogël në thelb, po është aq e madhe sa që nuk mund të thuash doli kjo nga Shqipja apo doli kjo nga egjiptiança, janë të ndërlidhura gjërat. Kjo është kur të kuptosh unitetin midis popujve të botës, atëherë arrin të kuptosh çfarë është njeriu, ne jemi një familje njerëzore, ta bëjmë një spekulim tani. Sigur ta hiq në vetdijen që ti je shqiptar, unë shqiptar, ai tjetri italian edhe gjerman. A do t'i rruaj njeriu të pyesë nga je? Shqiptarët janë më koshjentët për vetdije, për atë, për ardhin e tyre, janë populli më vetkritik, pra nuk ka popull tjetër në botë që tulet në tavolinë të flasë si jemi ne shqiptarët dhe si është Shqipëria, më shumë se sa që flasim ne për veten tonë, dhe prapë neve nuk arrim të rregullojmë asgjë. Më thuajt në një bisedë midis dy norvegjezëve që thonë ne norvegjezët kështu, ne norvegjezët ashtu. Jo, dhe po i shkon për mrekulli shtetit të tyre. Ka i problem këtu, sepse me rregull treshi po themi. Pare kemi një problem që neve kemi pasur Enver Hoxhën, ata ka pasur Mredlla e para. Po mirë, edhe para Enver Hoxhës pse ishim ndryshe. Po vallai, ja këtu hym debat bashkë me. Koha e Ahmet Zogut vlla ka qenë e begat në raport me çka kemi gjetë neve 45 vjet me Tollona. Dakor. Kam pas tërgjyshen unë që ka jetu në atë kohë edhe tregonte shumë gjëra, coha se si tregtoi, edhe se si shkoi me vapor në Amerikë, edhe se si pasaporta jonë ka qenë super pasaportë e botës, domethënë super e fortë si pasaport, tani merr edhe përdoret për letër higjienike, se s'duhet para se llojohet, para gjykohesh. Po ne shkojmë atëherë më lart, edhe franga harit moneda e 7 në botë, për nga valuta, për nga rëndësia. Dhe Ahmet Zogu nuk të bënte Adolf Hitleri dhurata Benz nëse nuk do ishte njëri i mençur dhe i ngritur vëlla. Domethënë kishte potencial. Kështu që janë disa gjëra që i mori komunizmi, unë nuk e besoj kurrë vëlla që një idiot, dy idiot këtu, fshatar, budallënj, që mbledhin kanaxhe, quhet si duash, le të quhen raciste, mizogjene të gjitha, të kenë intelektin tim vëlla. Në botë. Jepi atyre, di si ka rënë Roma, e thot mirë kujtim Cagrani. Roma thot ka rënë kur pushtetin e morën plebejt. Po. U bën perandor disa bythec që janë lunin bixhoz. Po, filloi degenerimi moral dhe ranë rehatin në si thot Nostradamusi te teoritë e veta. Antikrishti ka për të zbuluar nga një pap i cili do vi i çal dhe kur të marrë gjithë pushtetin e vet do të nxjerrë gjithë frustracionin e vet seksual të ndrydhur dhe urrëtin që ka krijuar për atë që është i sakt, duke përdorur pushtetin e vet vëlla. Pra, një njeri i çal nga trut me cen me gjitha nuk mund vi kur pushtet, se nuk dihet si amplifikohet pushteti urrëtet e ai. Po. Djali i mbretit mund të jetë i përkthelur vëlla, po djali i mbretit është krijuar që në gjenezën e vet që duhet mbret. Është superior mentalitet ai. Po. Tu dalim pra kjo biseda e elitës. Në aspektin e jashtëm janë këto mbretërit, elitat dhe familjet e fuqishme, që nuk ka njëri ti mohojë ekzistencën e tyre, jo vetëm të hebrejve, po themi Rothschild dhe Rockefeller, po ke Medicit, po themi, familjet të tjera. Ekzistenca e familjeve të qëndrueshme, të mëdha, të fuqishme, është e padiskutueshme që këta e vendosin. Shumica papave ishin nga familja Medici. Po. Sot tash i ke Rothschild dhe Rockefeller që kontrollojnë pjesën euroatlantike. Pastaj kemi edhe elitën e familjeve shpirtërore, ku përmendëm çfarë dhe linjën e profetit Muhammed, Aliut, Husenit etj. Po edhe ajo e famshmja pasardhësit e Krishtit që është ke kodi i Da Vinçit, që mendojnë ka pasardhës Krishtit që kanë vajtur nëpërmjet templarëve deri në Francë etj. Është një njëta logjik, domethënë, që ekziston një elitë shpirtërore bashkë me elitat e materiales. Unë di që gjaku është përcjellësi më i mirë i energjisë. Po sepse gjaku nuk bëhet ujë. Pikërisht pra. Po. Domethënë gjaku është përcjellësi më i mirë i energjisë. Pas gjakut vjen floriri. Ashtu. Tani gjithë lufta e botës bëhet për flori e para, dhe gjithë lufta e botës më shumë se sa për flori bëhet për kalimin e gjakut. Për kalimin e gjakut vëlla dua barkun tim, dua linjën time të gjakut. Tash janë dy gjëra vëlla që janë shumë të rëndësishme. Dhe janë super të mirë kuptuar elitat që duan ta mbajnë linjën e tyre të gjakut. Problemi është vëlla që neve duke u bazuar prapë te ikigai, që ne jemi në një fermë, jemi në kushtet e një ferme shpirtrash. Neve çfarë jemi dora neve që kemi guximin dhe arsyetimin për t'i bërë ballë tyre tezave që në fund ditës ne jemi në spekulim, nuk mendoj se ti beson se ke të vërtetën absolute. Jo. Do isha në mohim dhe idhujtari po thoja. Mbiem dakord te kjo pjesa, ndajmë njëjtat vlerat te kjo pjesa. Por midis një mbreti të keq
edhe një fshatari të keq zgjedh tërë jetën mbretin e keq. Ne edhe unë. Tërë jetën mbretin e keq, sepse mbreti ka sharm. Pra, edhe kur jam pyetur midis fashizmit edhe komunizmit, kë zgjedh tërë jetën fashizmit dhe komunizmin asnjëherë vëlla. Sepse dy bujqër nuk mund të krijojnë dot standard për mua vëlla. Po dhe unë të tezën që demokracia absolute për shumë nuk e besoj. Te nuk pranoj. Ka demokraci? Jo, të ishte domethënë demokraci që çdo person ka të drejtën për të dhënë opinionin e vet dhe opinionin i gjithë secilit që nga i barabartë me të tjerëve, unë nuk e besoj vëlla se shumica e masave mund të jenë budallëj. Po mirë, hajde bëjmë te lokali poshtave, ata çunat që po pinin raki aty. Hajde të bëjmë një ashtu. Po i bëjmë në votim ndonjë gjë. Na mundin ata, 3 budallëj na mundin. Po pra, pikërisht po them, demokracia nuk për mua s'funksionon. Në këtë lloj sensi demokraci absolute. Është demokraci, kjo është tirani, do thënë. Pra. Në teoritë e demokracisë, nga Schmidi, jo Schmidi që ka shkruar Skënderbeun, është Robert Schmid ky, po Robert Schmid. Teoria e demokracisë ka diçka të bukur. Thot demokracia në gradë më të keqe të vet është tirania e shumicës. Ne jemi në tirani shumica vëlla. Edhe atë nuk po e bëjmë tamam se ishte tirani shumica do bëj vullneti i popullit, po themi. Neve jemi kakistokraci vëlla. Ne jemi akoma më keq. Po. Do thënë këtu te neve fati joni zi është që nga 39-a deri sot vëlla neve jemi një eksperiment i dikujt apo një grupi apo një shteti apo nuk e di se çfarë, po këtu bëjmë vetëm eksperimente njerëzore. Pra, nga kafsh homo, si quhen ato, anima politika, thoshte Aristoteli, nga kafsh që ishim kafsh arkaike, pra kafsh me ndërgjegje. Neve mund të vemi për 45 vitet e komunizmit, vëlla, mund të bëjmë një kërkesë National Geographic, që ti themi, dale, apo bën juve për Luanët, për këto të gjitha, po hajde bëri 45 vjet kafshve me ndërgjegje. Te kam bërë dhe status para 10 vjetësh që historia nuk është gjë tjetër vetë se një dokumentar kafshësh që flet për kafshën më të evoluar, po themi që është njeriu. Kafshë me ndërgjegje. Po edhe ndërgjegje debatueshme është se siç e the edhe vetë, shumica atje zgjallojnë dhe vegetojnë. Nuk është se kanë ndërgjegjësim, nuk kanë takua, nuk kanë atë që e përkthejnë frikë zoti. Kanë maksimum deri ke frika shkojnë. Po frika është në hierarkinë e emocioneve, është e fundit, është ajo me ngjyrë të kuqe. Kur është Ylberi, që këto e kanë kthyer atë flamurin mbrapsht të kuqen e kanë vendosur sipër dhe Leila në ngjyrë metrore e kanë vendosur poshtë. Leilaja është sipër ngjyra më shpirtërore dhe mbretërore, prandaj dhe ka një hierarki. E kuqe ngjyra e seksit, frikës, epshit, gjërave shtazarake, është e fundit. Ta arrin deri tek e kuqe, nuk i njohin fare ngjyrat e tjera. Prandaj dhe mendoj dhe o kështu o sa. Po si e ke pasur pas gjithë kësaj përshtatje filozofike që patëm me njërin tjetrin për të kuptuar çka nga bot kuptimi i njërin tjetrit, se s'do jetë intervista parë, do biseda, se intervista është gjë e shëmtuar shumë. Si e ke pasur, më thon, si e përballur ti me realitetin valla? Se që nuk e një tru normal. Ja, ose ka mund kanë thënë që je edhe në kanë thënë një gjë në spektrum të autizmit. Jemi, më thon, për normalet jashtë vlla, ata çuna që po pin raki, ne jemi psikopedër. Në rastin më të mirë. Po unë jam i kënaqur me këtë se edhe profeti ka thënë Islami nisi si një gjë e çuditshme, garibi thonë, një gjë e çuditshme, weird, nisi si një gjë weird, do mbaroj si një gjë weird dhe rrofshin weirdët. Rrofshin ata që janë të çuditshëm. Kështu që jam rehat në këtë, ndihem krenar me çuditshmërinë time, psikopatinë time, quaj çfarë duash. Ti më ke thënë që ke mbaruar për regji filmi apo? Regji filmi edhe masterin psikologji komunitare. Psikologji komunitare. Ke menduar ndonjëherë të bësh një metrazh të mesëm atë shkurtër mbi këtë lloj bot kuptimi? Po kam bërë. I kam bërë shumicën e filmave të mi, kam përshfaqur filozofinë time jetësore. 2 filmat e fundit që janë të një zhanri pak të veçantë, nuk janë të xhiruar, janë bërë përmes rimontimit të materialeve arkivore. Njëherë nga arkivi i Malit Zis, ashtu ishte një projekt bashkëpunimi mes neve dhe atyre. Njëherë nga arkivi i filmit shqiptar, që doli edhe më i bukur. Po të shpjegoj këtë të dytin më kollaj, sepse jemi në Shqipëri. Kam marrë 98 filma dokumentar, reportazhe të kohës së Enverit, kam marrë vetëm pamjet filmike, po themi, pa i gjykuar nga ana morale, pa rast për çfarë janë bërë etj etj. Thjesht kam parë planet një kush më duken më të bukura. I kam prerë ato nga 98 filma që ndalin me mira plane dhe kam ndërtuar një histori komplet tjetër me një narracion poetik me autorsi nga unë, që është më shumë e kanë quajtur edhe në komente, ja kanë qelluar, e kanë quajtur tefsir kinematografik. Tefsiri thon komentimit të librave të shenjtë. Tefsir
kinematografik, quhet Rock e Dritën, e kam në kanalin tim të YouTube-it. Rock e Dritën. Rock e Dritën, po. Seize the Light e kam përkthyer në anglisht, kurse tjetra e më hershme quhet The Echo, Jehona. Pastaj filmat e tjerë të metrazhit shkurtër që kam xhiruar është Umbra, Hija. Ato e kam bërë në fazën e kalimit, që po kaloja, po ndroja anët filozofike, është më shumë psikologjik si gjë, ka të bëjë me rigjetjen e atit. Se më kapet diçka tash. Është shpreh midis të saktës edhe të gabuarës, gjendet një fushë. Takohemi aty. Po. Midis E Rumiut, po. Midis kufrit dhe imanit, besimit dhe ateizmit, po. Është një fushë, takohemi dhe Zotit. Cila është kjo fusha ku je takuti me veten, vëlla? Domethënë, ku ishte mesorja? E kam Se dhe më në lindi tash, film. vlla. Nuk ka domethënë ti unë, ka një. Çdo gjë është një. Pra, kur ti Pa. se kjo ndodh me faza, se unë njeri jam, unë bie Normale, ngrihem, më vjen vello, i zhvesh vellot prap. Kur i zhvesh vellot sa më shumë ti zhvesh, aq më shumë shikon njëshmëri. Dhe ky është thelbi i gjithë filozofive jetësore të religioneve. Çaj the vetës o vlla. Po nuk mund ta përshkruaj çaj thash. Çfarë ndjesie kishe? Njëshmëri, unitet, pajtim, të kuptosh ndërlidhshmërinë e gjithë gjërave të atyre Po ne çojë veten, boça idiote pas kam qenë që pas kam mohuar Zotin. Në atë moment, mendoja, jo, nuk e kam menduar çaj idioti, kam menduar nevojshmërinë për të mohuar para se të besosh, sepse vetë dëshmia e besimit Pse kishe nevojë? Për çfarë mund të kishe nevojë për që ka nevojë të mohosh pastaj të besosh. Po pse ke nevojë të mohosh? Është vetë dëshmia e besimit islam, nisme nuk ka Zot, ka vetëm Zotin. No God but God. Domethënë ti Ti thua që ke gjysmën e parë, no God. domethënë ti thua që në subkonsciencën tënde është programuar Po, jam diçka që ti e ke lexuar, domethënë Po e ke është marrë e programuar. literalisht. Ajo Po, që pra, unë ti e ke marrë lexoj në literalisht. arabisht apo në shqip apo në Po. gjuhë tjetër, ajo është brenda meje. Njeriu nuk i ka të jashtme këto, i ka të instaluara brenda software-it të vet. Po pra, po ai software-i jot ka përthitur subkonsciencë jote ka përthitur këtë. Po. Sepse me programim është në fund ditës. Po, thjesht ka qelluar që kanalet, po ti ndrosh, po të pastrohesh dhe nga këto pisliqet, jo ushqime, jo drogra, jo alkoole, jo televizione, jo pornografira, lojra, TikTok etj, se këto janë vello, aq më shumë të bëhet e thjesht. Nga çfarë vellosh ke hequr dorë valla? Pornografinë një herë kam, kështu që nuk shikoj më. Sa kohë ke pa parë? Po mund të ketë me vite, ndoshta. Me vite. Edhe un kam hequr dorë nga pornografia. Ose të paktën me vite në mënyrë të Pse pornografia nuk leqe Nuk mua të nuk leqe, pëlqen nuk as të- fantazia po mua edhe nuk- atyre, janë shumë bazik. domethënë vjen një pikë që futesh në atë botën meditative, ke syt mbyllur, të shfaqen ato imazhe që ke parë mbrëm, domethënë. Pastaj kam pasur gjithmonë dhe probleme jo me drograt, me Ke alkoolin pasur e probleme me këto. drograt. Kam pasur, nuk e qenë ndonjëherë veten të kuruar plotësisht, sepse është dhe në psikologjinë Po. e addictionit, që është gjithmonë addict, që duhet ta pranor si gjë, që unë sot jam addict, mund mos jem duke përdorur drogë sot, ose për 5 vjet, 10 vjet Po. etj. Sa kohë ke valla? S'di vendos një numër, po kam mjaftueshëm kohë nga disa dhe jo mjaftueshëm kohë nga disa tjera, se është konglomerat gjëra që Në konglomeratin tënd ishin soft edhe hard apo të gjithave, dhe gjithave? shumë hard edhe Domethënë, shumë duke soft. nisur nga shashi deri tek s'besoj se ke provu të kuqen. Kam provuar? Edhe të kuqen. Po të gjitha. Për te kjo e kuqa vlla. Shiko, Duke ke kuqen e di si është hierarkia e të dëmshmëve? Duke ditur që ajo të vret vlla. Më fal, hierarkia e dëmit është kjo. Alkool plus kokainë që prodhojnë në mëlçi koka etilen, që është Po. 50 fish më toksik dhe të vret shumë shpejt. Kjo është Po. droga më e keqe, bashkimi kokainës me alkoolin, po alkoolin. që e bëjnë gjithë Pastaj Tirana sot. kraku, po, kokaina këtu dhe bixhozi janë sheshtë. Po. Janë nga më të vështira për të hequr Për dorë. të hequr dorë, po. Alkooli dhe kraku, pra kokaina e të mosur, pastaj vjen bidoni, Për njerëzit, për pacientët. po. Pastaj vjen heroina me shiringa dhe opiatet me shiringa, pastaj vjen heroina me hund ose me varak. Pastaj vin këto jo amfetamina, jo ketamina, jo gjërat e tjera këto sintetike. Po më thënë, çka ke dashur me provu vlla? Të gjitha. Për zotin, më thënë. Unë e kisha Se ke dash vlla.
Unë kisha qëllim që do t'i provoj të gjitha sepse unë e nisa duke provuar këto psikedelike të fillim, psychedelics, po. Ma shumë se LSD e LSD. Po, me ato kam zbuluar shumë gjëra të lezetshme, kam kuruar për shembull me tripitin të acidit të LSD-s, kam kuruar fobinë e qenve. Po. Kam përqafuar një pitbull, kisha frikë qen pekinez, përqafoj pitbull, dhe sot se edhe kam qen shtëpi. E kuptoj. I nisa me të gjitha shumë lloje drogash. Ti e ke trurin aktiv, e ke trurin e bukur, normale ajo amplifikon atë që ke vlla në thelb. Se po ta pish ti jesh errët, të pish LSD, të shfaqet dragoj, të shfaqet dragoj rrethit 7 Dantes, a kupton? Po. Dhe mendoja që përderisa asnjë nga këto tjera s'më dha vërsi, po provoj dhe kuqen po themi, po provoj dhe kokainën në forma të ndryshme. A është e vërtetë që thonë që është sa 1000 orgazma nikosisht? Apo janë kështu, janë kot? Shiko, është vështirë për të thënë, nuk kemi provuar një orgazm nikosisht. Jo, është vështirë për të thënë, pse sepse harron sa vjet kam unë pa bërë seks esë. Edhe pastaj se si duket domethënë bërë seks esë duket vaj lesh komplet. Është të nashme. Po, domethënë ti ke të gjithë konglomeratin, të gjithë të mbi ngarkesë, është tepër e vështirë të gjysh dorë, pra ne nuk i them vetes jam i kuruar, nuk e pres nga momenti në moment të ndimin. Dhe jam gati të qëndroj me. Por ti e di që mund të kërkosh ndihmë apo? Po, patjetër. Po. Do të thënë ideja vëlla është që ti nuk do të biesh më në kurth. Po pra, ky është kurthi gjallëzor. Sprovën e kalove. Po. Je për lyer. Po. Je për lyer e bë kështu në balt. Po. Tani ke procesin tënd të pastrimit, lavazhit. Po. Do ta bësh si Odiseja vëlla. Si kjo gjëja këtu. Po. Me sirenat. Po. Do lidhesh. Kur e shikon që ta hunda ta trupi, lidhu. Merr në shok, merr mua, se ta fuson një shpull, nuk kam asnjë lloj probleme. Të sjell në ajër truta, kupton? Ma ka bërë dhe një shok, është i famshëm po s'pa përmend emrin, që herën e fundit që kisha pit kuqe më la një herë të bëhesh ajesën, më merr të nesërmen, i thot zonjës së lokalit, mbylli lokalin, tha vej Chelsea, edhe më kërcënon kështu me frikshëm me jetë që nga atëherë nuk e di, këtu kisha nevojë për frikën e njerëzit. Sepse unë e di që Zoti është i mëshirshëm e tjerë, por na herë duhet frika e njerëzit, do dikë që e ke si më superior ndaj vetes që e vlerëson që është moshë më madhore e tjerë. Do të jep dhe në një herë dhe kjo është ideja plako. Dhe do bi. Domthon kur ke një tru si puna jote që është tru i bukur, është tru i fortë. Aq më tepër tani që jam i bindur që është tru i fortë që ke kaluar gjithë ato lloj. Ato kam mësuar jezëni shumë. Ke kaluar gjithë, shikoj, truri jote është afektuar nga ato. Kjo është pak për e sigurt vëlla. Është pak për e sigurt. Ke hapur dhe porta që ndoshta nuk do duhet t'i hapja. Ke hapur shumë dimensione. Flasim atë gjuhën që e kuptojmë bashkë, porta vëlla, fut sinjale të cilat nuk duhet t'i futësh errësire, që janë prezente, po ti s'ke pse t'i hapësh, i hap pa dashje. Gjithë ideja vëlla është ti këtë mund ta kanalizosh, për shembull gjithë atë lloj addictioni mund ta kanalizosh tek një luftë për njerëzit dora neve që kanë bot kuptim, kanë hequr një nga fashot që i është vendosur nga sistemi për mos të rënë pre e këtyre drograve. Sepse këto vëlla kanë bëjmë me frekuencën. Neve na duket sikur vemi lart, po ato të çojmë poshtë vëlla. Ti je në frekuenca minus. Ato quhen dhe hammer, diçka që të bën të mbulon. Vëlla, ato janë gryesit e shpirtit, alkooli pra. Alkool, po, gogol. Gryesit e shpirtit. Pra ato ta gryejnë shpirtin, je boshnaj. Ditën tjetër, pas ditë tjetër, pas ditë tjetër je boshnaj. Po. Sot po ti shikosh të rinjt shqiptar, gjithëve hunda ja bëjnë këtu, bebja syrit këtu, bëjnë si të shmendur, janë agresiv pa pikë arsye. Pse? Sepse janë përdorues. Nuk e di se si do shkoj me kombin ton vëlla. Është tmerr, sepse del në qendër Tiranës dhe vetmi argëtim është Regency me ato kuponat falas që të nderon aty edhe noç. Kokainë. E ka bërë e largoi ashashin ky, e monopolizoi ashashin, e ka bërë ashashin një soi me kokainë më çmim. 25 me 25. Domethën vëlla, ky e ka ky. Këta, nuk e di. Këta elita e botës së errët. E kanë bërë kasile këtë, që tikësh nga ky vend. Se unë e di që ka dhe Berlini drogaxhi plot, ka festa, po Berlini ka dhe parqe. Mund t'i bësh të 8000 lloje të jetesës i bën në Berlin. Po në Tiranë sa del nga shtëpia me çfarë përballesh? Po vëlla, unë nuk e di domethënë, momentin që ti thua nuk pi, unë nuk jam përdorues. Në momentin që ti thua nuk pi vëlla, shikojnë ose si spion, që çdo ti këtu me neve, që ti se di fare pse është
dje me tjetrin tavolit se ke vajtë shok pas shoku dhe ai e ke problem vlla, jo, ton dhe spiun. Ke ardha agent tash që do të na dekonspirosh neve, se futen paranoja. Pra, më duket vetja mua anormal vlla se unë nuk jam përdorus kokainë. Po. Do vi dita që do jesh i vetmi person Jo, do jemi vetmi që mund të jem fertil. Ajo pastaj është tmerrës Mund pse t'jem edhe ndër- po ishe fertil dalin fëmijët me probleme. Mund të jem ndër të vetmi që fëmijët e mi nuk do kenë probleme autizmi apo në pisliku tjetër që neve japim nga gjaku jona, kupton? Aq më tepër që këta nuk kanë bërë as pastrim karmik. Se Këtë lash për gjysmë çfarë. Një nga gjërat që bëra me rikthimin në besim, po themi, dhe lënjen e shumicës së drogëve, po themi, ose lënjes së formës së tyre më të ashpër, se duhet i zbusesh shumë nga dal, ishte që mora në telefon shok dhe shoqe dhe të dashur që i kisha rënë hak, kisha rënë qaf, një nga një dhe i kërkova falje. Ka qenë gjëja më e mirë dhe më e bukur që kam bërë dhe më lehtësuese për ndërgjigjen time. Dhe për kuriozitet aty që i kisha bërë më shumë dëm ishin më të prirur për të falur. Aty që i kisha bërë më pak dëm, bënin më egoistin ose më egoistin dhe nuk pranonin. Sepse të kanë mëshiruar valla. Po pra, po ata që i kisha bërë më shumë dëm, më falen më shumë. Dhe këtu domethënë është natyra hynore e disa njerëzve që Jo, nga unë mendoj se ne jemi të prirur që të abuzojmë gjithmonë më shumë me ata njerëzit që na duan shumë edhe që e dim që do na falin. Patjetër, ai kemi hyrë në hak prindërve dhe familjes ose si kemi hyrë në hak njeriu. Janë të parat që dëgjojnë të bërtitura dhe të marrin sillën e keqe, kurse me njeriu që nuk e njeh fare jemi të buzëqeshur ose mbajmë një masë tjetër. Se këtu pastaj do hapim një debat tjetër, tek pjesa normale familja është e shenjtë vlla, po këtu është rënuar të falim familje. Faji ose është jetim ose kanë dyja palët vlla. Mirë, okay, që ekziston ajo transmetimi i traumës nga familja. Është vërtet, por do të vijë një periudhë, vjen një periudhë moshe që nuk mund thuash është Freudi, që e ka fajin babi dhe mami. Jo, neve jemi projekcion i traumave të prindërve tan vlla. Po s'është vetëm kjo pra, se ky është gabimi që ka bërë gabimi. Ky e nisi me Freudin, pra që tha që njeriu është produkt i traumave që vijnë nga fëmijëria dhe duhet i gjurmosh tek babai dhe tek nëna. Unë kam vajtë edhe në terapi tek psikiatër, psikolog, psikoterapeut klasik, po themi, dhe shkojnë gjithmonë tek familja, tek babai, tek nëna në fëmijëri. Kur e shikon që ekziston një pacient që të vjen dhe e ka të kaluar këtë fazë, është gati të falë ato gabime që kanë bërë prindrit, se nuk ka as i prind normal, po themi, që të nisi me dashakeqësi për fëmijën e vet. Këtyre psikopatëve që dalin në televizion. Unë nisa nga pjesa që e kemi hyrë në hak prindërve, po ne kemi hyrë në hak prindërve siç na kanë hyrë në hak prindrit e valla. Por hierarkia duhet të respektuar. Domethënë mbreti është prindi, nuk mund, në Kur'an kur flitet për bindjen ose respektimin e prindërve, direkt para ose pas flet për respektimin e Zotit. Pra, të mohosh prindin, edhe ti biesh në qafë për një është njësoj si kush mohon prindin nuk ka si lidhje me njeriu. Nuk ka njeri thot duke kanë babë ose nën. E ka që e lën në azil për shembull. Po prap, nuk e do në për këmbë të bezdis. Po. Domethënë ajo është ishte nuk e më njeriu valla. Kryeministri i Katarit me këtë Tucker Carlsonin në intervistë, edhe e thot ky kryeministri i Katarit që na kishin vendosur kushte ndërkombëtare që të vendosnim azile pleq, që të quheshin vend i zhvilluar. Do thonë, po ne kemi një shoqëri të tillë që s'kemi nevojë për azile pleq, se ne i mbajmë prindërit të shtëpi, nuk e lëm rrugëve. Domethënë po dhe shikoj edhe këtu nuk është edhe këtu nuk është ajo pjesa që i lëm në për azile në për gjona. I lëm në për shtëpi. Po shikoj vëlla, këtu neve kemi nevojë për një falje kombëtare. Amnisti kombëtare, të falim njëri tjetrin. Po, është vërtet shumë. Ka dhe i problem tjetër vëlla që prindrit tanë janë brumosur në kohën e qoflargut. E ka marrë shiringën shumë të keqa vëlla. Asnjë lloj gjë nuk është e njëjtë me mënyrën se si janë rritur ata. Pra ti mund të më thuash mua që një formulë e jodja e tuberkulozit 1800 është efikase, po tash vëlla unë ta hedh në kosh plera ashtu. Po. Se ka dalë teknologji tjetër. Edhe puna ka evoluar biznesi, ka evoluar tregtia, ka evoluar marrëdhënie shoqërore, ka evoluar martesa, ka shumë faktorë që kanë evoluar. Po. Prindrit vlla shqiptar, fatkeqësisht për ta, du me don mend vlla. Mirë, vërtet është. Si mund t'japësh mendje kur ti s'e kupton realitetin? Jo, s'është egoizmi. Ç'a mund t'japi ti nëna jote për jetën që bën ti për te arti, për regjinë e filmit për asaj, se baba jot. Në rastin tim specifik më kanë dhënë shumë
sepse më kam brumosur me kulturën, me artin, sepse janë, domethënë, ne si fëmijë, unë dhe i vëlla jemi, domethënë, mishërimi i ëndrave të parealizuara të tyre. Që këtu fillon gabimi. Jo, s'është gabim. Në rastin tim, s'është gabim. Këtu fillon vëlla. Për mua kjo është, kjo është gabim vëlla. Po unë e vlerësoj shumë për shembull që mund të kenë qenë të dy me rroga mizerabel ose edhe pa punë në momente të caktuara, po libri kurrë s'ka munguar në shtëpi mua. Unë mund të kem ngrënë bukë dhe ulli vetëm ndarkë në një moment të caktuar, po librat e kam pasur plot. Kjo është për t'u falendëruar. Apo flise për Budën i dashur? Po. Ç'a bëri Buda? Ka bërë shumë. La brahmanët pra. Kasën e brahmame, pra brahmin, po. Prifterin, më të pasurit. Po. Buda sipas budisë la dhe gruan dhe familjen, Pikërisht pra. La gruan, la nonën, la babën. Kur i dolën nimfat e satanait. U josh. Pastaj e kuptoj që ato janë nimfat. Pastaj vjen nona dhe baba që i çan nëna, shikon babajin e mërzitur gati për infarkt që e la djali e gjitha me radhë. Këto janë thyret vëlla që ka bë Buda. Pra, këto lloj lidhje shpirtërore me diçka që ty të ka sjell një jetë, ty të sjell një jetë tjetër. Po ti ke individualitetin tatë vëlla. Këtu jemi dakord. Pra, unë nuk ka shanse. Nuk mund ta trajtoj. Ky është ose unë jam super egoist vëlla, pastaj që unë nuk e pranoj dot domosdoshmë që të jem realizimi një ëndre. Jo, shiko kush ajo fusha midis tuaj që do pajtohemi. Prindrit shqiptar në mas bëjnë gabimin që e trajtojnë fëmijën e tyre sikur të ishte krijesa e tyre. Nuk është krijesa, me vërtet ka dalë nga barku, po nuk e ke krijuar ti, frymën nuk e ke dhënë ti, dhe ti nuk je Zot. Ti fëmijën e ke një amanet të përkohshëm, larg qoftë, më nuk i uroj askujt ti vdesi fëmia, po edhe mund të ndodhi si gjë. Ndodh, jo edhe mund ndodhi. Po nuk ja uroj askujt, po mund të ndodhi dhe është një amanet, dhe është një gjë e përkohshme, dhe është një sprov bashkë me pasurinë. Në Kur'an pasuria dhe fëmia rendinin të dyja bashk. Imagjino që fëmijë para pasurisë nuk e krahason, po sprova është e njëjtë. Dhe gabimi i dytë është që ka fëmijë pastaj që e trajtojnë prindrin e tyre në raste shumë fëmijë e trajtojnë si Zot, këtu s'ndodh ndonjëherë, po e trajtojnë si Zot të keq, pra si tip djalli, si anti-Zot. Këtu janë gabimet e fëmijës dhe gabimet e prindit që i dhujtarizojmë ose i hyjnizojmë. Japim për masa mitologjike. Problemi prindërve shqiptar vëlla, në mas, e kam parë të mit, e shofte tut, më kaq se tregon ti, miqtë e mit, shokët e mit, familjarët mit, është mungesa komunikimit vëlla. Është. Zero, e kanë komunikimin zero vëlla. Është dhe neve kemi filluar të mësojmë të komunikojmë vetëm me të bërtitura. Është pyetja e madhe që kam unë për shkakun e prindërimit shqiptar vëlla. Zero komunikim. Po sepse kjo është ajo pjesa e komunizmit, sepse ata nuk kishin kohën e komunikimit, sepse do punonin në fabrikë të dyja gjinit, do bëj edhe nëna me duar me kallot në fabrikë, edhe nuk do kishte kohë ti tregonte përkëdhelira as komunikim. Tu komunikimin konsiderohet përkëdheli. Ti e pyete mamin dhe babin tënë që të bënin apo vajtëm bën që gili vili me njëri tjetrin edhe erdhi ka shkuar varg në Durrës për ditëlindjen e vllajt tim se e kanë boll llogarin me 9 muaj. Kurse ata të mit në 15 kaç për çefin e tyre. Unë nuk e kam pyetur vëlla. Se po të më pyesin ndoshta nuk doja me art fare këtu. Unë do ta gjej atë lekun që më ka sjell, do ta pjek. Pakëm kishte hedhur matal kanalit të Trantës, po më hodhin fjerë. Po. Ta ku po jetojmë vëlla? Po jetojmë neve në kohën e tyre apo këta në kohën tonë? Është koha jon tash. Për shtatu. Po. Më bëj krah. Nuk pretendoj që ti të më kuptosh. Po ti të më duash. E saktë është dhe kjo, po edhe kur të bëhemi vetë prindër, kam përshtypjen njeriu është aq i njëjtë sa që do të bëjë vetë gabim. Valla e po ta tregon shpend gazhe, po u bëna në herë bab, se nuk e kam darë mendin akoma, po u bëna në herë bab vlla. Do të tregoj gjithë botës, gjithëve juve që thoni këto kur neve do bëhemi si prindrit tan, që jo vlla nuk kemi për çan si prindrit tan. Sepse unë kur të bëhem bab vlla, do jemi sigurt që fëmia im mos të vuajë trauma që unë kam kaluar. Traumat e mia, çrohen nga traumat e mia. Po po sa e keti veten kontroll që pa ndërgjegjshme jo dhe mos kaloj tek. Atëre vlla mbaje lëngun e jetës brenda, rrit ferotat, këtu bie domethënë në kurthin e agjendës globaliste. Prandaj bën shumë kalamaj, se ke njëri do të qellosh. Rrit ferotat vlla. Rrit nivelin e alkoolit të ferotat. Nëse ti nuk je i Zoti për me u bë prind, se prindi është gjë e shenjtë. Nuk është prindi klysha edhe fëmijë bën edhe qenia dhe dosa. Po. Nuk është gjithë procesi i riprodhimit bërja prindit. Prindi është hynor vlla. Nona lind me fëmijën, baba lind me fëmijën. Po.
ta përgatitësh veten që ke hapur një kapitull, ta përgatitësh veten që ai fëmia vëlla, siç ke dashti me çaj do çaj, si ai fëmia ka ato egoizmat e vet, do t'i bëj dhe ti do gjesh mënyrën se si ti do doje që babai jo të trajtonte. Jo ti të biesh në kurthen të trajtosh babai siç ta trajtosh atë siç ka trajtuar ty babai, se babai është i lodhur nga koha e komunizmit dhe ti atë lloj mesazhi ke kuptuar nga jeta jote. Mirë, pra duhet Fakti që ne jemi këtu vëlla në këtë lloj shoqërie është asnjëri nuk e ka ruajtur ta mendoj kështu. Më erdhi koha biologjike. Po. Do pjell. Pa shu e kanë dhe i qenë Edhe dalin ta pacientët. Se ky fëmia që lindi sot, moj motër dhe vëlla, që ti je fëmijë për vete, bëhet ai kriminali nesër. Se nuk rri fëmia ai, nuk rri Peter Pan, nuk jeton në Kurkund. Po ndodhe pasi ndodhe cikël ajo i pashkëputshëm, sepse në të njëjtën kohë që mund të ketë prindër shumë të mirë, të cilët përpiqen me mishë me shpirt që mos ta bëjnë veten e tyre njësoj si prindërit e tyre, detyruar nga rrethana të caktuara që nuk janë në dorën e tyre, janë të predeterminuara nga njerëz që kanë agjenda të caktuara për të shkatruar qelizën dhe bërthamën e shoqërisë, dhe detyrohen të bëhen dhe ata gabojnë në momente të caktuara të jetës tyre me fëmijët e tyre. Unë mendoj vëlla. Kështu që këtu domethënë si do ta gjeni në vezgjidhjen që asnjëherë nuk do bëhesh dot perfekt, për të paktën Ta shpjegon shpeni edhe t'i japim fund kësaj here. po. Një gjë të bukur vëlla. Unë e kam frikë detin. Do qeshesh me këtë. Në njëjtën kohë e dashuroj. E dashuroj me qetësinë. Në momentin që unë kam meditimet e mia vëlla, Që ka si Zoti për shumë njerëz që e kanë frikë po e duan. Do të thënë, unë se kam frikë Zotin, po detin e kam frikë, jo për detin që s'di not, po nga ajo gjë që mund të ketë deti. Është pak më kështu, ndoshta në jetët e mia të mëparshme mund të kem qenë pirata dhe të ketë ngrënë peshkaqe. Deti është simboli i vetdijes dhe i konsciencës, dhe nën deti është subkonscienca. Ke frikë nga subkonscienca jote. Ndoshta kam subkonscienca ime vëlla se e di që është frikshme. E di që mund të kem pasur jetë të kaluara shumë voluminoze dhe shumë aventuriere, sepse që i vogël kam dashur me qenë si pirat, si gjona, janë ca refleksione që Kurse unë kam frikë nga lartësitë. Edhe nga lartësitë. Lindur në 15 kaç, unë kam lindur në det. Edhe unë jemi ngjizur. Valla, edhe unë kam frikë nga lartësitë, më beso. Okej. Unë kam zhvilluar vonë, por unë ka shumë gjëra valla. Por edhe di shumë mirë që nuk kam për ta kaluar ndonjëherë 2 metra, 3 metra në dërmi apo në borsh apo në himar atë vjen, nuk vetëm mos idiot bëj ec të tregosh njerëzve sa duket pika kaq. Por në çdo lloj rasti o Dario djali, un kam mësuar se si po të jeme një peshkaqen përballë në det, se si ta ruaj qetësinë. Probabiliteti që un të jem një peshkaqen në det të hapur vëlla është 0.000000001% vetëm po të jem duke fluturuar, të shpërthej avionit, të hidhem e të plasem det, a kupton? Mund të ndodhem. Po unë e kam përgatitur veten vëlla që ta kapte hunda, mos të bëj fluska dhe të rinë në qetësi totale. Të njëjtën gjë e bëj edhe për prindërimin. E përgatis veten se si do jem prind pa u bë prind. Po. Po e bukur kjo lidhje domethënë midis marrëdhënies me natyrën, pra detin, dhe prindërimin. Dhe lidhja me natyrën është ajo që do na japi zgjidhjen. Prandaj them që njeriu edhe po ta lësh në xhungull ose në mes detit ose në nishull, i ka zgjidhjet aty, sepse do t'i gjej si shembuj për jetën e vet personale. Mua më kanë thënë vëlla që jam pedagog i mirë, i dashur nga studentët, se i mirë i keq pastaj varet nga studentët, atij që i pëlqen noda jam i mirë, atij që si pëlqen noda jam i keq, pak rëndësi ka, studentët janë manipulatorë të frikshëm, i njoh me gishta, kush qen sy dalloj kush ka ardhur kot, kush ka ardhur për të mësuar, kush ka ardhur se do me i qenë kanakari i mamit dhe i babit, i dalloj. Mashtrusit, perversat, servilat, gjithë me radhë. Sepse vëlla unë kam bën një gjë, 5 vjet në fakultetin e shkencave sociale, ku kam njohur 3 modele pedagogësh të mirë dhe bastar të tjerët, unë kam zgjedhur vëlla që të jem pedagogu që se pata kurrë. Po, dhe kur të bësh prind do bësh një gjë. Prindin që nuk do doja ta kisha vëlla. Si do doja të isha unë, domethënë unë duhet e kam dëshirat e qetësinë familjare, e kam dëshirat e gjën që se cilin në etapën e vet. Fëmia ime vëlla nesër pastaj se më do mëtoj o bab, se unë do ta mësoj me trokitën der. Unë kur ti vetë fëmijës të dera aty drogas, ka intimitetin e vet, ai do ta mësosh me idenë e pronës. Kjo është prona jote, ti do ta ruash këtë, qoftë edhe nga baba. Unë do të trokas, do të marr leje për tyrtin në pronën tënde. Edukon tjetrin. Më thojë mua një prind shqiptar që i bie derës të fëmijës. Ta shqyen derën, kështu. Se se kanë kulturë. Se se kanë kulturë. Për këto po them unë, tash a do ketë respekt ai djali apo vajza nesër pas nesër kur gjej një shok apo të gjej një shoqe,
Kur unë do ta gjykoj, do ta marr, do ta ul, ti flas për jetën, më bën shok vëlla. Po. Kalon atë fazën që ti e bën shok tjetër, jo ta detyrojnë atë të më gënjej vëlla. Po. Ti që ke kaluar drograt e gjitha, ke thyrë me familje, mo këtë nuk ma hejt dot njëri nga mendja, o vëlla. Të mua nuk kam afrim në tjetën kohë. Nuk ma hejt dot njëri nga mendja që ti ke kaluar në drograt forta, sepse ti ke një thyrje shumë të madhe me figurën e atit dhe të nënës. Okej. Të nuk ma hejt dot njëri nga mendja. Po deshëm në një emision tjetër ai ta bëjmë psikoanalizën tënde po deshëm. Të hedhim përsiade filozofike. Po. Por ço çat bën ajo lloj mungesë komunikimi. Që ata janë orvatur, kanë rrezikuar, kanë luajtur me bet 1000 vëlla për të humbur pjellën e vet. Është pjesërisht e vërtet pjesa psikanalitike, o e kam psikoanalizuar veten vetë, domethënë, ose ka bërë njëri tjetër, po është edhe diçka tjetër që është genetika, që janë ca gjëra që janë të pa ndryshueshme, kur i gjurmon pastaj gjithë qyshrit që kanë qenë me shishe rakie, ke koma dhe pi 1 litër, e ke edhe aty zgjidhen. Domethënë, edhe sigur ti që arritur jetim, po themi, vetë fakti i kësaj trashëgimie genetike të bën të predispozuar të bësh addicted. Po, ekziston dhe mungesa e komunikimit në pika të caktuara, po më përgjithsisht do e klasifikoj ke njerëzit e kënaqur me prindër mi që i kanë rënë në qafë sepse psikanalitika freudiane më ka mësuar që t'ja hedh fajin vetëm atyre. Pra e kam tekaluar fazën që jo po baba, jo po nëna. Nuk po flasim për faj vëlla, unë po flas në parim. Po pra, të gjithë kemi falur ne. Pra aq kohë sa unë kam forcën me i kritikuj. Po njoh 40 vjeçar që se kanë bërë akoma. Pra aq kohë sa unë kam forcën për me i kritikuj, kam fal vëlla, se ti nuk mund të falësh, nuk mund të kritikosh dot pa falur, se po nuk falje direkt në gjykim. Po. Ndryshon kritika nga gjykimi vëlla. Po. Nuk po them unë që unë jam djali më i mirë që mund të kishin. Jam shumë larg vëlla. Po. Unë, ti, tjetri. Por që po e flasim kët që këta që na dëgjojnë, që janë prindër të rinj, mos bëjnë gabime që kanë për prindrit tanë, gjithë mesazhi kjo është. Po, qartë. Mos na rrisni djallusha të vegjël që do bëhen nesër kriminalë të arshëm. Ajo është po shumë mos i mësoni kalamojt me shangaropt, pa mësua betaren. Pikërisht vëlla. Edhe thosh pse u bë kriminal. Dhe mos pini mall vëlla, se do na dali fëmia me bidon që 8 vjeç. Pak të rrini një 6 muaj parë. Rrini 6 muaj, 1 vit, 2 vjet, pak këta që bëjnë kështu si se këtu thotë skam, po të gjithë marrin nga 8 mg vëlla. E ke vënë re domethënë? Kush ta gjithë 8000 lekë? 40 më ka vajt. 40 ka vajt, nga që janë përdoruz vëlla. Po. Gjithë janë përdoruz po. Në kohën tonë buçi, aq pra, 180 edhe si ishte fiks madje, ishte 0.7. E zoti më, domethënë, e kupton vëlla ku kemi arritur? Kemi arritur në një lloj shoqërie dekadente. Po pra, problemi është perëndimi i ka këto dekadencë, po ama e ka mirëqenie. Neve jemi të varfër dhe të degeneruar. Kjo është ore perëndimi ka vëlla se Amerika ka 400 milion banorë, 20 milion do dalin hunj të shtrembër më e marrë e mira, po këtu ke 1.7 milion, ke 700.000 sakt 1 milion të gabuar. Jemi në 2024 ishim vendi 5 për konsum kokainën, në 2022 kemi qenë vendi parë në gjithë Europën. Kjo është arritje e madhe. Kjo është arritje, kemi rënë me 4 vende buç. Për 3 vjet me 4 vende nga përdorimi i kokainës. Jo, thjesht nga që janë larguar njerëzit. Ndoshta e pina ne, e kanë rritur statistikat e vendeve perëndimore, është të mërshme. Kështu që vëlla, flasim, ky podcasti për këtë është për të hyrë ca tabu o burr. Se tani hajde të flasim, të qajmë së bashku prindërit e po me të treguam sakrificat që kanë bërë prindërit e mia vëlla ti çan kokër lotit o vëlla. Edhe unë bashkë me ty. Po të më tregosh ti mua sakrificat që ka bërë mami dhe babi jot, çajnë të dy këtu vëlla. Po nuk kemi këtu për loti bukur, aratia e peshkut kuq. Apo me zemër të hapur. Ne jemi këtu vëlla për të thyer disa gjona, pse? Sepse do jemi neve që do përballemi nesër me këto vëlla. Po. Në Ungjë Krishti thotë mos kujtoni se kam ardhur për paqe, unë kam ardhur të ndaj fëmijën nga prindi, nusën nga vjerra, e thotë në sensin metaforik për të shkputur çito lidhjet e atashimit pra. Se ishin një shoqëri që kishin bërë idhuj. Kush janë njerëzit që nuk besojnë te ty vëlla në partenc? Sa po ti të lini një ide. Ata që ke më afër vëlla. Ata dyshojnë. Po edhe në Kur'an Muhamedit i thuhet paralajmëro dhe jepi shpalljen e parë atyre më të afërtëve. Sepse është thelba, o do të mohojnë ata të parat, o do të pohojnë ata të parët. Dhe ty është gjithë. Kështu që vëlla im janë disa gjëra që në tru podcast flitëm vëlla pa pikë të klifi. Sepse neve vetëm nga emri e kemi orvatemi drejt vërtetës. Vektori jonë është nga drita vëlla. Tani, a jemi larg, mira vite drejt larg vërtetës.
po të pakën jemi te vektori, këta e kanë krah tjetër vëlla armën. Për kontrastin që krijoni gjithë staf me gjithë lumin që ekziston jo në televizor dhe në rrjetet sociale është diçka për t'u vlerësuar dhe kur mos u ndalni sepse do keni stërkom çka pafund, mund të keni edhe tundime dhe për ta lënë fare si muhabet sepse ne e lëm për 3 milionë euro. Po mos harro që plerat lundrojnë kurse gjërat e tjera kush do që të vi 3 milionë euro nga 1 milion për kokë, atë të vemi të gjithë në Vietnam. Unë dhe buçi ikim në Vietnam njëri, lëm gjitha këto. Nuk ka, 1 milion euro na duhen. Sa është buço jetesa në Vietnam vlla? $1 javë. 1000 vjet, okay. Kemi 1000 vjet vlla, me $1 milion atje. Kështu që neve unë e kam stakuar mendjen që do ja kaloj stërgjyshit Halitit, 104 vjeç, 105 vjet. Inshallah vlla, edhe ky tjetër nuk është se ka jetën e shkurtër nga linja maskullore. Ta kapim 90 vjeç, 95, 100, me 1 milion na dalin, kështu që juve që donit na fusi stërkëmsha na nxirrni nga tregu, mos na luftoni, mjafton ofertën e dur dhe ikin vetë. Dalleni nxjerrim armët. Ne nxjerrim armët, ne jemi njerëz të dritës të argumentit. Sillni vetëm ato se ikin vetë. O Dario, u kënaqa vlla. Edhe unë. Në këtë lloj përsiate nuk e di e prisja kështu apo se prisja kështu po. E prisja dhe e mirë prita. Domethënë u goditën shumë fenomene, u goditën shumë gjëra, kemi bën më shijoj shumë vlla. Edhe mua gjithashtu. Se ka raste që edhe nuk shijon shumë podcastera, se varet nga tema që bën, kupton? Unë nuk sot më ka shijuar sepse janë kështu përsiate filozofike këto what if. Pa edhe u përpoqem ti sillim çik në gjuhë të kuptueshme dhe nga masat, po edhe nga elita. Uroj vlla, që të vazhdosh luftën tënde kundër addictionit, ta uroj me shpirt vlla. Faleminderit. Edhe ti japësh një model të rinjve, nuk ka libër më të shkruar mirë se sa ti se çfarë dreqnaje janë ato llogjonash, edhe ti ke bagazh pafund për ta vendosur në kinema, vetëm sikur të bësh nga këto lloj reportazhesh apo dokumentaresh, çfarë zhanri quhet si duhet, se unë jam i arteve, për fëmijët vlla, sepse ka shumë nevojë rinia, gjimnazet, 8 vjeçarët, 9 vjeçarët. Ti na sjell edhe nai kële se do haj edhe njeriu i shkret, Kële do të vinë vlla, po vinë. Problemi e di se është kële të vinë gjithmonë kur nuk je duke i kërkuar më. Ky është mallkimi i legut do bësh. A thua? Se kam pasi më përshtimin që du ta manifestosh edhe të vjen atëherë kurse po manifestimi nuk është dua lek vlla. Manifestimi është kam lek. Do të thua kam lek. Pas dua edhe kam lek, hajde se këto janë ligji tërheqës. Ka një lloj baze aty. Këtë marrëdhënie me legut akoma se kam rregulluar, se e kam menduar si tretësor, katërsor. Nuk e kam, po tash kam dytësor. Po, nuk e kam trajtuar as si dytësor, kam trajtuar si tretësor. Legu i dytësor vlla, shpirti është parësor. E di pse është legu dytësor, jo se nuk është e rëndësishme, se sot neve nuk pinim dot as kafe poshtë pa lek, po ideja është që do të bësh ti sklav i legut apo ti të sklavërosh legun. Kjo është ndarja që e bën. Dhe manifestimi i vërtet vlla pa jo kam jo lesh. Unë mendoj që Zoti s'ma ka dhënë deri tani në lek, kush e di se ç'a, sepse nuk kam qenë i aftë dhe i gati për ta përballuar lekun, se do i kisha çuar tjetër dashur. I dashur, Zoti nuk prodhon lek, lekët i prodhojnë Rockefellerët. Zoti ka dhënë të çon riskun, të çon atë. Zoti ka dhënë gjithë potencialin që ti të prodhosh lek vlla. Rregulloj ingranazhet. Ti ka dhënë ai shkretje. Tash edhe mua dhe ty, se neve e kemi mendjen si kau peles është gjë tjetër vlla. Po ai na ka thënë all you need is all you have. Kështu që ne kena te Zoti o është tregu me neve Zoti dorë lëshuar ose është treguar me njëri vlla. Çka kemi parë në të botë, Zoti madhi qofshin fal. Është më lër me kaq se s'dua më, kupton? Po tjetër për Zotin. Problemi është evitimi jon vlla, duhet me blet çik vidat vetëve, se nuk jena. Dhe këto mendime festimet të bëj yoga, do shkoj këtu se Krishti, se Jezui, se Muhamedi të gjitha, këto janë idiotliqe vlla. Manifestimi është trus bythën, puno, se të vjen. Ma ka thonë miliarderët, ti bën vet. Po. Ula kokën duke punu se mran halle ta, ngrita kokën kisha bën mal o gash. Janë të dyja mendoj sepse edhe ajo kam parë Jim Carrey që ka thotë un kam i shkruajta vetes time një çek për $10 milion për shërbime aktrimi
Dhe nuk e di mas sa viteve e bëri. Po ndërkohë dhe punoi, nuk po them e priti nga që dhe erdhi. Edhe unë kam shkruar vetë pra besimi dhe veprat e mira janë bashkë. Pra shpirtërorja dhe materiale duhet të ecin bashkë, nuk mund t'i ndash me njëra tjetrën, se i bie jetë njeriu ose shpirt ose trup. Nuk ka, janë të dy bashkë. Unë kam shkruar vetë si do bësh kryeministër. Rame, mos i trego të gjitha. Mos u trem vlla, se ti do ikësh në datën 11 doktor. Ti e di që sta zë vendin në bushfokode të më, mos e mërzit as ti. Kështu që për manifestime të thajnë pitën e vlla. Problemi është me i vendosën punë. Po. Kështu që të dashur miq, pacient, shpresoj ju ketë pëlqyer kjo. Nuk jemi të shmendur akoma, të paktën pa librez jemi akoma, nuk i kemi të shkruar që jemi psikopedër ose të trend, thon vëllezërit tan Dardan. Se kemi folur për shumë tema të thella sot. Dolëm çika i petku i seriozit i politikisht korrekt, edhe pse në tru podcast nuk ka pas ndonjëherë politikisht korrekt, po hajde po ja u themi, po ju gënjejmë kështu sy. Duke testuar edhe një herë që juve përtypni çdo gjë që dëgjoni. Mos harroni na bëni subscribe, atë kjo do të mbyllja e çdo podcasti. Të tjerët ju gënjejnë dhe ju marrin lek, neve ju gënjejmë, por të paktën klikimin e keni pa lek. Shtypni atë butonin subscribe të Trup Podcast Media Official nga Shpengashi, mund ta kontrolloni si doni tek search atje dhe bëni atë SUBSCRIBE, abonohu. Nuk kushton lek. Gjithashtu kemi bërë edhe power comments edhe community me para për juve që doni të futeni në live me neve. Me Altinin, Tenten dhe të premten me vllajin ton Gent Bacon, një nga regjisorët më të mirë që ka pas Shqipëria. Shihemi radhës tjetër me personazhe të tjerë po aq interesant. Juve dini që personazhet tonë nuk janë mediokër. Janë goca dhe çuna të thellë. Më shumë ka pas çuna se këtu është pell çunash. Jo men kevi këtu. Po te gocat nuk është se na kanë pritur keq. Pini ilaçet, hidhni, mund t'i lëshoni plumbat, por mos hidhni kafazin, se thonë që po pate kafaz, kthehen prap. Vetëm pak me vit.